Dhe më thot mu, kapi një qik qunat e shijakut. Ne me kitare, qunat e shijakut, do kërnete, do loj. Ai në këtë rast i fitoi lekët kollaj. Ky që thotë Eni ka bërë 15 këngë, ka fitu lekët. Gjyshja ime ka pason ai që i fitoi lekët kollaj rreshtohet edhe këtë mençmit. Po çfarë than? Më than pa që edhe ja pret edhe s'ja pret. Si thashu? Dhe ja pret dhe s'ja pret. Emisioni titullohet Mesazhi i yjeve në fat dhe në muzikë, sepse është mesazhi i yjeve që vjen nga astrologjia dhe mesazhi i muzikës që vjen nga këngët. Nga këngët. Kinotekën sot, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'flen, nga filmit e libri, magjia që bashkon. Kinotekën sot, aty kultura këndon. Once upon a time you dressed so fine, through the bumps of dime in your pride. Didn't you? People call CB bad dog, we bound to fall. Thought they were old. Didn't you? You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't seem so proud. Now you don't talk so loud. Happy to be scratching for your next meal. How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction home? Like complete unknown, just like a rolling stone. Zakonshëm. Besoj që kjo është një nga ato puntata dhe nga ato episode të Kinotek në Sol që nis me një qetësi shpirtërore të jashtëzakonshme edhe ndryshe nga episodet të tjera. Einar Nelku, një nga të ftuarit me cilin do kemi kënaqësinë të bisedojmë sot. Po nuk vjen vetëm, vjen bashkë me Armand Xhulin, po ashtu jashtëzakonshëm. Dhe Egoni si për herë këtu bashkë me mua në studion e Kinotekës. Nuk dua të ndërhyj fare Viola, jam duke e shijuar në maksimum të performancë. Do kemi mundësi ta dëgjojmë sërish Enin, po i drejtohem me emrin Eni. Dua një bisedë sa më të ngrohtë sot bashkë me Mandin edhe me Enin edhe bashkë me ty Egon. Së pari mirë se erdhët. Është shumë kënaqësi t'ju kemi në Kinotek, do kemi shumë për të folur, shumë për të diskutuar. Jo vetëm për artin, sepse ju jeni të dy artistë shumë të mirë dhe të dashur për të gjithë, po edhe për një emision të ri, po do mbetemi aty pak më vonë. Dale, moj ti përshëndes dhe unë miq tanë që na ndjekin se është ditë e mërkur. Përshëndetje, mirë se erdhët Eni, mirë se erdhe, ishte kënaqësi e veçantë, nuk kam ndjekur dhe herë tjetër, po të kam parë edhe live, edhe gjithmonë shumë kënaqësi të dëgjoj tingujt e kitarës edhe të zërit tënd, ta them me gjithë shpirt. Mandi, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se e gjetëm. Mirë se na erdhe në shtëpi. Mirë se e gjetëm. Shqyr ju kujtuat dhe për nese. Kur po performonte Eni, po e shifjat kitarën, thash se ja morëm nga momenti më. Dgjoj, çka themi një. Unë Enin, Kolin, Bledin, ka vite që i njoh, i kam ndjekur kur performojnë live dhe kam arritur një konkluzion, këtë po e them ja, ndoshta jo kam thënë edhe këtyre, po e them edhe herë tjetër se kam qejf ta them publikisht. Kur shkon në një vend që performojnë këta, është sikur je në një vend të freskët që të duhet një xhaketë krave dhe kur edhe xhaketën krave ndjehesh aq mirë, aq rahat sa pika.
kështu ndjesh edhe me këta. Domethënë kur performoj ndjesh mirë. Domethënë nuk të shqetësoj, nuk të lodhi, nuk të bezdisi, nuk të dërmoj, nuk të Ky është mendimi im personal, megjithëse mua më pëlqejnë dhe koncertet live me shurme, po jeni të veçantë. E vërtet janë të veçantë. Tani unë u bëra kurioze të di se si jeni njohur ju të dy, me që njiheni prej kohësh. Eni? Po, njihemi prej kohës sepse kemi mbaruar të njëjtën shkollë pa. Kemi mbaruar artin dramatik. Pastaj na ka lidhur filmi. Mandi ka qenë regjisor, asistent regjisor në Kino Studio, edhe unë kam lozë një 2-3 filma në atë kohë. Kështu që kjo na ka bërë të njihemi. Kjo është një pyetje që ke çuditshme ta bësh në këtë emision, në këtë kontekst, në këtë ambient, në këtë qytet, se ti thush njërit në Tiranë që ka lindur në Tiranë. Ti thush ku e njeh këtë tjetrin, nuk domethënë është qytet i vogël. Është në raport me kryeqytetet tjera europiane. Po nuk desh të thosh këtë. Domethënë kush ka lënë Tiranë e njeh atë që ka lënë Tiranë, e para se kanë lënë në të njëjtin maternitet pavarësisht çfarë ditë. Harrova me thënë. Është çun Tiranë. E dyta, kemi qenë në rrugë, në bulevard, në koncerte, në kineman, Kino Studio, në shkollë, në stadium, në evente të domethënë nuk ka rëndësi se ku rëndësi ka sa e njeh. Po. E vërtet. Dhe ju dukshëm e njihni mirë njëri tjetrin. E njohim dhe edhe e duam njëri tjetrin. Edhe yes sir. Edhe shiko, Eni është pak më i ri se unë. Sa bukur e thash. Po ti ngja më i ri se po jo punë. Dhe kështu kinga jeni të dy, ha? Po ma thuaj dhe King. Ma thuaj dhe herë se pëlqeu. Të çojmë të iki unë televizion. Pastaj shiko, Eni përveç se ka mbaruar shkollën, ka mbaruar shkollën për aktor, ka luajtur disa filma, është marrë me art, ka qenë teatr. Eni ka dhe një fat tjetër në kuptimin në këtë fushën e artit që babi i Enit, që ka ikur në moshë shumë të re, Rafmet, ka qenë model. Dhe kjo nuk është fjalë tash me që është Eni këtu, ka qenë model për breza të tërë aktorësh, për modernizmin, për freskinë që sollin në rolet e tij. Ka qenë Bexhet Nelku dhe ka qenë model, domethënë shpesh na thoshin po të shihni ke filan film Bexhetin për shembull, se po të shkonin në teatr dhe jemi rritur me këtë model në kuptimin e mirë. Pastaj për fat ishte edhe Eni që ndoqi gjurmët e teatrit, jo deri në fund ndoshta, se tash po ndjek gjurmët e Bob Dylanit. Po sidoqoftë, rëndësi ka që është në botën e artit, është në fushën e artit. Kemi një sfidë vështirë sot, Viola, që të mos e lëm Mandin të flas shumë, sepse Mandi po e rrëmbeu mikrofonin e radios, është misioni pamundur. Është i shkëlqyer. Unë për herë të parë, Manxulin, personalisht them, e kam njohur kur nuk kemi qenë duke xhiruar episodin e parë të Kinotekës, pilotin, edhe ka qenë njeriu i parë që mua më ka bërë një kritik. U preva fare, e humba në ato momente. Ama sot, kur e kujtoj, di të them që ajo kritik më ka ndihmuar të përmirësohem. Besoj jam përmirësuar. E para punës son atë kritike që të kam bërë, nuk e kam bërë, ka qelluar dhe po që se mbaj mend çat kam thënë. Në fakt ka qenë për të dy që duhet komunikojmë më mirë dhe të bashkëpunojmë më shumë që në fund produkti dali sa më cilësor. Ju kam thënë bëni muhabet me njëri tjetrin. Ne e kemi ndjekur deri diku këshillën tënde. Zihemi herë pas here, po. Jo, nuk ka, shiko, pastaj shiko, po nuk u si dhe ka gjë që nuk shkon. Ashtu është. Domethënë në një marrëdhënie, qoftë kjo dashuri, qoftë familje, qoftë të shoqëri, po nuk pati zënk. Dhe po nuk pati xhelozi, ajo marrëdhënie nuk funksionon. Mendoj unë. Pastaj duam themi që xhelozia është sëmundje e nerveve gjatë. Duhet pak xhelozi, nuk po themi të bëhet raskapicë, po. Ka thënë një mendimtar i madh anglez që quhet John Garvey. John Garvey ka thënë, kontradikta sjell zhvillim. Po s'pati kontradikt nuk ka zhvillim. E vërtetë është. Po pra bani një shnim se po flasim. Ju të dy me njëri tjetrin si i keni këto marrëdhëniet, kundërshtoni, bini në një pikë dakord? Takohemi jo aq shpesh sa për t'u zënë. Po. Takohemi pak rrallë dhe kur takohemi pak rrallë kemi se çfarë tregojmë, kemi se çfarë themi, duke pataksur njëri tjetrin. Me ato për shembull në një nga takimet jo të tanishme, kuptohet. Eni mua më ka pataksur në kuptimin e mirë të fjalës dhe më ka lënë gojë hapur dhe kam qeshur pafund kur më ka treguar
ecurinë e tij se si në ato vitet 90 iku nga Shqipëria, ku shkove në Greqi, shkove në fillim? Jo, kam qenë në Kanada. Në Kanada. Po kam shumë histori, no, me fillu me tregu ato Do i tregojmë edhe. Ne prandaj jemi këtu që t'i tregojmë, shiko. Ne kohë kemi. Unë doja të të pyesja Eni, kur ndryshove nga kamera te gitara? Po, Jam kurioz të di këtë gjë. Shiko, unë kam fillu me muzikë. Kam qenë muzikant, kam mbaru liceun artistik për klarinet. Po dhe në fillore kam bërë violin, do me thënë kam qenë hershëm i lidh me muzikën. Me instrumentet. Po. Pastaj erdhën këto lëvizjet demokratike, dëshira për të pa botën. Punova pak kohë në teatr, se mbarova Institut në Arteve për dram. Dhe po në filmat, në ato 2-3 filmat që ke marrë pjesë, po themi, ishte prej nuk e di, iniciativa, domethënë, apo iniciativa, një shok, një mik, familja, nuk e di, të panë që ishe i talentuar, nuk e di domethënë. Jo, vinin regjisorët në shkollë aty ku ne bënim provimet. Edhe Mandi ka qenë. Vinin dhe na zgjidhnin për filan rol ose për filan rol. Edhe pjesëmarrja se po ndërprer, pjesëmarrja në film nuk ishte se ti njihje apo ti. Pjesëmarrja në film ishte o me kinoprov, o me fotoprovë, o domethënë regjisorët, qoftë të teatrit, qoftë të kinemas, po kryesisht kinemas, vinin ndiqnin provimet e studentëve dhe shihnin, përcaktonin dhe shihnin çfarë duhet ky djali, për shembull, ky më duhet, kam një ide në kokë që duhet jetë çun i mirë, çun mami, çun shkolluar, ose ky duhet e du për këtë rolin që është pak më rrugaç i hedhur. Po, të pikasnin, të pikasin. Përveç kësaj, pastaj filloi bëj edhe kinoprova, shkoje pra përzgjidheshe për aftësi. Ti Eni ke qenë në regji? Jo, kam qenë për aktrim. Në Akademinë të Arteve, për aktrim. Është interesant ky kapërcimi. Muzik, aktrim, pastaj ca udhëtime. Pastaj muzik prap. Pastaj muzik prap. U ktheva ke kitarja sepse ka një pikë të përbashkët që i lidh gjitha këto, që ti e konsideron thelbësore në mënyrën se si rrjedha e jetës mori. Shiko, unë kam qenë brenda oborit tim, thash, domethënë dhe muzika. Po kur u ktheva nga këto udhëtimet e mia nuk kisha më ku të shkoja, vitet ishin ndryshe, pastaj kam deca kohë. Çfarë gjete kur u ktheve? Ndryshe nga jo Shiko, unë nuk ndryshe nga jo Tiranë që le, po themi. U ktheva dhe nuk ndeta as sa them një vit dhe ika prap në Gjermani. Ndeta në Gjermani, u ktheva, ndodhi në të 7-ta, ika në Greqi. Dhe kam ardhur në 2006. Aty në Greqi njofta disa muzikantë, një nga Ukraina, një shqiptar. Edhe ata më shtyn që filloja prap të këndoja, të bija kitarës, të merresha, punoja në pub edhe atje, fillova. Aty filloi, domethënë që unë u ktheva zanatit vjetër, si më thënë. Edhe besoj se më ri mirë, nuk jam hiç pishman, se më duket si të ri aq mirë. Po ta pyesësh ne, nuk ka asnjë arsye ti je pishman, përkundrazi na kënaqe absolutisht. Nuk kemi asgjë për të kundërshtuar. Filmi i bukur, po kështu erdhën rrethanat, kështu erdhi jeta. Kurse për ty Mandi, kjo pjesa e instrumenteve, muzikës ka mbetur vetëm tek ajo pajisja e akordeve. Unë në jetë nuk na tregove një histori. Nuk kam qenë shumë kështu të themi i skuadruar në rresht. Kam qenë pak, nuk e di pse, është natyra e njeriut, domethënë nuk krahasohet hardhucka me breshkën. Të dy aty të zvaranikët ty, ndoshta po. Hajde çakoreve. Dhe po t'i kthehemi jetës mbrapa, se kam pasur jetën me shumë kështu aventura, me shumë. Nuk i ndryshoj asnjë se që kam bërë me përjashtim të një gjëje. Thashti, është e tmerrshme të jesh një jetë të tërë, vite të tëra në mes të muzikantëve, në mes të piktorëve, në mes të po mësoj o burr një instrument, sepse unë mendoj që instrumenti është një mënyrë shprehje ndryshe, është si gjuha e huaj. Një njeri që flet 2 gjuhë të huaja, flet 3 gjuhë të huaja, pastaj quhen poliinstrumentist, është mënyrë për të shprehur. Njeriu merr kitarën dhe këno. Pse robi kur hyn dush fillo këno për shembull, ose kur ecën rrugë dhe fishkëlle. Ka nevojë të shprehet në një mënyrë tjetër, por që mos bjerë kështu është dhe instrumenti. Duhet ta kisha mësuar. Vetëm se ka një gjë dhe Eni mund na konfirmoj që instrumenti do, jo vetëm dëshirën dhe një far vokacioni, po do dhe shumë punë.
do që të sakrifikosh shumë nga jeta jote, apo varet nga lloji i instrumentit. Jo, unë nuk e se dua për violina punë. është e tmerrshme. No, jo të gjithë do bëhemi muzikantë dhe instrumentistë, po. Pianoja diçka më e lehtë, kitara ndoshta më e lehtë. Kitara është vegla më popullore. Më popullore. Jo se është më e lehtë se violina dhe se piano, nuk diskutohet, po ke mundësi që të këndosh me kitare, mund të bish dhe vetëm me akorde, mund mos ta performosh si duhet për piano ose për violinë. Se unë mbaj mend ata që kanë mësuar violinë të vegjël në vegjëli kur nistin, po them, ata s'kan jetë. Jetë sociale ata nuk kanë, domethënë, me orë të tërë. Kjo është për atë që do më bë profesionist. Po mirë, rregull. Po jo, ideja është o e mëson ose nuk e mëson tamam, se me mësu gjysmë tash. Unë po marr rastin e Egonit. Egoni për çefin e tij i bie pianos apo jo, apo. Po i kam pasrën, kam mësuar. Kur e vepër. Ku ka më mirë, ti mblidhesh në shtëpi një moment edhe thjesht luan disa nota aty në instrumente dhe këndon për çefin tënd. Po të shkosh, shiko, piano dhe kitara si mjete shprese po flasë, jo si profesionist, jo si kitarist apo si pianist. Kanë 3 pozicione dhe kjo ka 3 pozicione. Me këto 3 pozicione të gishtave, po themi, për të shprehur, për të shkarkuar, janë kryevepër, kurse violina ka shumë punë, do qafën e shtremët, do dorën, do kyçin në praktikë. Lërë është të meri vërtet e violina. Do këtë gishtin. Unë kam qenë për violinë. Po pra, prandaj të pyeta. Kam qenë 2 vjet, po di pse komik. Të më gjyte ai, se s'pe a them emrin. Më gjyte me vizore në kokë, më vë. Me vënë atë dorën nga bimë çmena aty fare. E shikon? Është të mërshme violina është shumë më precize. Mendova se në një moment tani do thotë filloi të më shtrëmbërojë shafa nga violina. Po aq vetë, atyre që kanë bërë kështu me vite me radhë, po i kanë ikë, një si njoll tu. Njolla ka ngel njolla këtu. Po që janë të gjithë me, si quhet, smundje e kyçeve që është mzihet ky kanali, bllokohet ky kanali, janë gjithë. Shiko, violina është vegël e tmerrshme. Është e tmerrshme, është e tmerrshme. Vegël e tmerrshme në kuptimin ti je profesionist i violinës, do të thotë të shkatrosh shumë gjëra, domethënë sakrificë e madhe. Është shumë kollaj të bëhesh me tendinite, me Shikoj t'ju them një gjë. Për një violinist madh që ne kemi, s'po përmend emra se ti e di që unë nuk du më. Po besoj të gjithëve na kalon në mendje tani. Unë kam ja 2 emra në kokë tash, ëh. E di se ai kur gjithë kalamajt loznin, ai studionte violinë në Borë. Edhe qante, dhe babai vetë që ishte po violinist nuk e lente me dal, po studionte me orë, dhe për të shkuar në banjo merrte leje. E di shumë mirë, se edhe piano aty afër është, jo kaq e tmerrshme, po për të bërë pianist i mirë aty afër është. Po, nëse do që të bësh, nëse pastaj ke për çep. Shiko, edhe për të bërë boksier i mirë do hashje 1 milion grushta tjetër. Do të thyet një herë hunda që të mësosh me dhimbje. Kjo dihet, për të bërë sportist i mirë do bësh 1 milion kilometra, do fugosh për 1 milion. Të gjitha kanë sakrificë për të bërë profesionist, për të bërë lojtar i mirë brigji për shembull, është duhet të humbasësh 2 milion neshje. Dgjoj, ndalemi pak te brigji. Ti je pjesë e ekipit kombëtar të Bridge-it apo ja? Yes sir. Mendova se nga që tash i hyke senior. Nga që unë modestisht them që nuk e njoh Bridge-in, edhe mendova se the për të bërë lojtar i mirë Bridge-i duhet humësh 2 milion lekë. Se mendojmë që është ai Bixhoze. Po, unë shumë mendoj. Ja. Bridge-i është, domethënë, se dolëm nga tema. Nëse nga tema, se s'kemi temë. Ktu jemi për të folur për gjithçka. Tash brigji është një lojë me letra, siç është shahu, siç është dama, siç është një lojë, është me letra, që është në nivele shumë të larta selektive për trurin. Se ka për motive që po të rriteu, domethënë është kombinimi 52 letrave, është një marrëdhënie luhet gjithnjë në partneritet, ke një ortak, një partner, me të cilin duhet kesh feeling, duhet kuptosh, ka një gjuhë specifike në të folurën, pra është një lojë dhe është lojë shumë e ndershme në kuptimin e fjalës që ti nuk gënjen, domethënë ti thua që un kam në dorë, i thu me një gjuhë konvencionale, i thu ortakut atij partnerit tënd, i thu që shiko, un kam në dorë ca pikë, ca asa, ca derra, ca çupa. Ca pik. Ai me gjuhën e vet të thot që edhe un kam ca pik. Atëre rrugës mbas këto quhen deklarata, 1 2 3 4 deklaratave, ne kuptohemi se sa
letrash kemi në dorë dhe sa duar mund të marrim me këto letra. Por kjo gjuhë është ndërkombëtare, është konvencionale për lojën, por është ndërkombëtare. Ndërkohë dhe partner këta kundërshtarët e kuptojnë se çfarë po themin ne dhe ne kuptojmë gjuhën e tyre. Pra nuk është lojë çefet që ne tash po ta fuzim që themi bëjmë, nuk ka. Domethënë aftësia pastaj është në të luajturën e letrave, në kombinimin e radhës, hedhjes etj. Pra është një lojë. Të gjitha këto gjëra e kanë bërë që në nivelin e këtyre sporteve të mendjes, siç janë shahu, dama kineze, ku diun, brigji ka dalë në vend të parë për mendim, jo sepse shahu është më pak, po shahu është individual, është betejë, është unë kundër teje. Kurse brigji në brigj ka një gjë, është bashkëveprim dhe në brigj ka një gjë që ne të dy, për shembull nëse jemi partner, nuk luajmë kundër këtyre të dyve, sepse kur bëhet një kampionat brigji, mund të jenë 200 tavolina me nga 4 vetë, që luajnë të gjithë po të njëjtën ndarje letre. Pra nëse ne kemi një ndarje letrash të përcaktuar, ke të gjitha tavolinët është po kjo ndarje letrash. Dhe në fundit fiton ai që këtë ndarje letrash e ka luajtur më mirë. Me një fjalë është si puna atletikës që rreshtohen 8 veta dhe kush deli pari në 100. Dhe aty ti nuk je kundër atij. Nuk je si në boks apo si në basketbol apo si që luaj kundër këtij. Pra është kush deli pari, nuk e ke. Pra është kush deli pari, pra është merit apo pikërisht. Dhe kjo është lojë që ne kemi pastaj këtu në Shqipëri ka dhe një federat brigji për të cilën as pyet njeriu, as interesohet njeriu, si se gjithë këto fondet i marrin peshk ngritja, ku diun këto bokse. Pra brigji nuk ka fonde. Por ne kemi marrë pjesë me mundësitë tona, me xhepin ton, me një ndihmë në një herë në të radhë, me një mos themi sponsorizim, por në një bilet kështu. Kemi marrë pjesë në disa ballkaniata, kemi marrë pjesë në disa kampionate europiane, qoftë për skuadra, qoftë për çifte, qoftë për kemi marrë pjesë në kampionatin në Monte Carlo, për shembull kampionati europian i skuadrave të vogla. Kemi marrë pjesë në kampionatin botror çifteve në Philadelphia në Amerikë. Kemi çmime keni marrë? A vashti çmime. Pjesëmarrja ka rëndësi. Keni dalë në parë. Ku të parë kush të le të dalësh parë. Shiko, Hollanda ka 8 milion banor, më duket 16 milion, gati 20. Hollanda, 16 milion banor. 16 mos ka shkuar 20 tani. Mos ka shkuar 20. Ndër këta ka 4 milion të federuar në brigj. Po, ne si jemi 4 milion gjithë. Ne jemi 4 milion dhe jemi 20 të federuar, ose 25 federuar. Do të thotë se është puna që edhe ne mund të kemi një ciklist, në njëri që është shumë mirë në ciklizëm, po që dalësh kampion botë në ciklizëm, duhet prodhosh shumë. Pritëshin se janë një sër gjërash brenda. Por ne kemi bërë një bëm, ekipi jon kombëtar, se ekipi kombëtar ka 6 veta. 4 luajnë, 2 bëjnë pushim. Dhe pastaj alternohen me njëri tjetrin, sepse është e pamundur të luash 3-4 ndeshje në ditë nga 2 orë i përqendruar, domethënë i të ikën petlla. Se kështu i thënë. Sa kisha për gjuar. Petlla. Ju nga kavaja. Nga kavaja i themi petlla. Petlla i themi nga kavaja. Dhe ishim u bë kampionati, jo kampionati, po olimpiada e parë e sporteve të mendjes në Kinë, direkt mbas Olimpiadës Kinës, dhe ne ishim po ka i fshat turistik, jo turistik si quhet, fshat olimpik. Në Pekin, që ishim e kishim prej këtu ku diun 300 metra kishim atë stadiumin në atë. 800 metra ishte ajo pishina, domethënë ishte po i njëjti fshat olimpik. Ku janë bërë lojrat olimpike. Po aty shkuam edhe ne. Dhe nuk e di se sa shumë shtete ishin, pafund. Ndërmjet ekipeve kombëtare të rinjve. Domethënë ne kemi shkuar në 2008 në Kinë, kemi çuar 6 veta të ekipit kombëtar, 6 veta të ekipit junior dhe 2 veta të ekipit senior. Keni një gjuhë e eriut flitet për këtë gjë? Jo. Dhe në Kinë ekipi jon kombëtar, tash që mos rit përmend emrat atyre që luajtën në tavolinë, bën një të pabër që është nga ato gjërat e rralla që ndodhin në botë. Italianët në brigj janë edhe mbeten kampion bote. Pa diskutim, janë ekip i jashtëzakonshëm. Edhe në futboll. Në futboll, në brigj, shiko, janë në ski, janë në volejbol, volejboli meshkuj, volejboli femrave, është futboll. Domethënë në shumë janë në skerm, janë në shumë sporte, janë në brigj, janë dhe në brigj që si përmend njëri, keni një gjuhë erë italiane e brigjit? Jo. Këtë e di vetëm zonja Lavaca, e cila e di se ç'është brigji dhe është ajo që subvencionon edhe i mban ata 6 apo 8 lojtarë që janë në Pllëmdorës kudo që shkojnë, se janë një miku jon
Tani e ka emrin thot Thagm, ata janë Thagma në Bridge, janë mirë shumë. Edhe çfarë bëri ekipi jon? Ekipi jon atë ditë që luajti kundër ekipit Narame, luajt kundër ekipit italian që çuditërisht Federata Italiane e Bridge-it ka qenë ajo që ne na ka ndihmuar me materiale në ato hapat e para për të njohur nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, për të njohur nga Federata, pra janë miq tan. Dhe pikërisht atë javë që Tirana rafi Milanin këtu në stadium, kush luajti me Milan, më men 2008. Kam qenë punë unë, se do ta tregoj më. E shikoj si lidhen gjërat. Pikërisht atë ditë ekipi jon kombëtar rafi kampion të botës italianët, të cilët ishin dhe mbetën po kampion bote, humbën vetëm një ndeshje. Po. Ajsa kur marrën ndeshje, njëri nga ato të ekipit nuk e takova në korridor. Ore tha, ç'a keni me ne ju, tha? Me çeli ju. Ore mirë që rafët Milanin në Tiranë, tha, po me ne këtu çpatët po me ne çpatët po pashu erdhini. Jo më jo. E pa imagjinueshme, nuk e besonin dot. Me këmbë me duara që italianë. neve, po me këmbë me duara natyrisht, atë italianët që do i prisin durët se ishte flagosta me çfarë do flasun. Ne mund të jemi pak vërtet, po jemi të mirë, jemi cilësor. Sasia ajo gjithmonë lidhet me cilësinë. Edhe në një kontekst tjetër, jemi gjithnjë më të mirët neve. Ku? Atë kur ikim për ski. Edhe në ski jemi shumë të mirë. Eni, Mandi ka Bridge-in. Ti çfarë ke? Një gjë që e ke shumë për zemër. Futbollin? Gratë. Skit. Ja, ato që kanë mendje veti thot për mua. Dëgjoj. Nuk e di, kam pas futbollin, tash s'kam vetëm muzikën kam. Tani Vetëm për tani. muzikën. Po ç'a ndodhi atë ditë që Rafi Raf Milani Milanin. se ku Rafi Tirana, ku Tirana po. Jo mos e rraf. Gramozi e kishte me Realin, jo, s'ka lidhje, ha. 2-2 më duket dolën. Nuk e di më, jo me është Rafu. Që erdhi Ronaldinho këtu, e mba mend apo? Jo, nuk e di më, Jo, unë isha ajo në ka Pekin. Apo s'tjetër ajo? Apo ti kishe në Pekin, më fal. Isha në Pekin. Ajo ka qenë Gramozi më duket. Kur ka lut Gramozi, kur lyti Milani, un kam qenë në punë. Po. Ke Sheratoni. Po. Edhe erdhi ekipi Milanit aty. Mbas ndeshjes erdhën gjithë Maldini që ishin këtu Galeani ul poshtë boksit. Ampori mua, marr më uli çikson kur ta ul me tash jam në punë. Po më fort ai ishte njëri nga këta shqiptarët. Erdhë, të lutem tha. Ma bën një çika të himnin e Milanit. Tash nuk e lut me si ku ti. Mund tash vetëm atë kongën e Tiranës, si knoi Boneci këti. Pu ta gjej kongën e Milanit, unë ta bëj me kitare këtu më vllai tash. Shiko, Eni se më kujtove një gjë që ne ndoshta është pak edhe kulturore për ne shqiptarët. Për shembull me DJ-n e kemi zakonisht. Po. Ma vej çik të këngën. Mbase ndodhe edhe me këngëtarët live, do ma këndoshi çik këtë. Po, sa herë. Do më tregosh ndoshta situatat më të çuditshme që të kanë ndodhur disa prej tyre. Do të tregoj, ka qenë shumë Valentini në një hotel në Keshkomi Kavajës. Që quhet Belvedere, nuk e di a keni qenë ai. Belvedere kanë gjithë Shqipërinë, po. Po, ajo ka qenë e para. Nejse. Udhën e legët Belvederës. Ai lokal ishte plot. Dhe vjen njëri. Pash me gruan, unë ndërkohë isha duke këndu. Ai ishte nga Shijaku. Edhe fut sa lekë xhepi. Sa shumë do, nuk ju as po ju përgjigja dhe më thot mu. Kapin çik çunat e Shijakut. Ne me kitare, çunat e Shijakut do kërnete, do lloj gjë. Iku kjo, shkoj ul atje, ishte edhe tip problematik. Gjeti venën ndër nga fundi. Mbaroj qa këngën unë. Çunat e Shijakut. Çunat e Shijakut. Ja bëjsha, nuk e di. Si ta bëjsha me kitare, nuk e di se si e menojt ai po. Si është ajo kënga, sa as nuk më vjen në Jo, as unë se di e për, se kam... E këndon Xhavid Dedej, këngë. është me gërnet. Është me kështu këngë popullore. Këngë popullore. Çejve kemi po u vu e këndojmë po. Erdhi aty më tha mu të dhash lekët. Çunat e Shijakut. Se kënove këngë. Thashë nuk e di më. Po dhe me e dit, nuk kam se si ta boj me 2 kitare, ti shef se si jemi ne me 2 kitare, si do ta këndojmë ne këtë këngë, më vëlla. Por të dhash leku, tha unë s'paguj as një
një lek këtu në lokal të dëshim. Sepse kjo tha kanë gënjy këto se nuk është muzik live, tha kjo është një boni juve, për zotin. Kështu që ja, ka çuditëra shumë nga këto, ka. Po se mu kujtua, nuk e di, në ka ndryshuar ndo pak këto vitet e fundit, Ka ndryshuar goxha. Po pse një natë që kemi qenë erdhe nga Greqia. Një natë që kemi qenë bashkë, ishim në një lokal. Ta luan, ishim bashkë, domethënë ishim në një lokal. Një këngë, nëse tash me qenë se mua mami ma ka lënë porosi që ktheu herët në shtëpi dhe unë kthehem herët 4, 5, 3, 4. Të mëngjesit. Kesh mëngjes, kjo është shumë. Herët është ajo. Më herë se kaq. Nuk e ka përcaktuar ajo. E rëndësishme është mos i shkosh në orën 11:30. Kemi pasi shokne që kam qejf t'ja përmend emrin Tit Klosi. Tit Klosi ishte një personazh shumë i dashur, shumë i ëmbël, me shumë humor dhe po ishte e kishte qef jetën e natës, si kundër i raft pikat i që se ka qef. Dhe një ditë, një natë, një mëngjes, hyn në shtëpi ora 5 pa i çerek, mamaja zgjuar për çudi e pa në korridor dhe i tha Titi, të raft të pika, tha që s'erdhe një herët në shtëpi. Titi ishte edhe pak i dehur, edhe me shumë humor gjithë, dhe i tha mama, 5 ora më herët se kaq. Kur të vime herë? Kështu që një nga këto natët, nga këto netët që shkonte ora herët, këta luanin në një lokal, ishim edhe ne. Shkoj ora një 4, e mbyllën më se ju erdhi këtu, të shqipama, u lodhen më. Që në forjo, ka bërë me gjithë këtu. Kur u ngret njëri shoku jom dhe ai, nuk është se ishte në një nga shijaku, e kuptoj që do të çuan ti. U çu, edhe kishte pirën që kupton, shkoj, një gjodha. Në qafsta tash i boni i kong tha për qefin tuj. Imagjinoni ju ora 5 e mjesit ne me si po mlisim ato vegla që fillon në orë 9. Se këta deri në atë kohë era për qefin e vet, kuptoj marunat e programit se kuptohet kanë një skaletë. Dhe pastaj fillon duke kënu për qefin e vet sepse nganjëherë të rëmben dhe kjo darka që fillon kënon i kong më shumë, është ambienti i bukur. Kulmi ishte që këtyre masi ju kishin marru fuqia, zëri, dhe gjë, erdhi tha boni kong për qefin tuj. Në gjë, është qesh deri në 8 pa i çerek të mjesit. Pa fund, e bukur. Kënga nuk u këndua si për Po fund. që të këndon ma ja, Kishim ledh veglat, ma ena gjeti kështu në moment se kitarat brenda, domethënë po bëshim gati me ik. Si ishte ajo Mandi, ju kishte ik petlla. Petlla. Mandi. Me qenë se jemi në Sa radio. serios u bë. Ja, me. Po, unë bëjmë serios, se kështu e filloj, gjithë jetën e kom fillu seriosisht. Rrugës, Si dihet. Radio, grua apo dashnore? Për ty. 20 vjet më grua i bi. jo, më bërë një pyetje që jemi në një pozicion, në një radio, në një moment që nuk e them dot ashtu si kundër do kisha qef ta thoshja. Po ne do donim ta dëgjonim ashtu si ti do doje ta thosha. Unë po e them ti daç hiqen daç më. Radio është si kiçi dorës. Nuk ka krahasim me asgjë. Këtë në daç mbajeni, daç hiqeni, nuk di të them. Domethënë nganjëherë kjo është metafore, kupton? Patjetër. Për të Ne- kuptuar rëndësinë. Ne në kavaj themi Nuk të lënë metaforikamente parlando. Radio është një magji e llojit vet. Është po aq magji sa ç'është libri. Një njeri që do muzikën, që do radion, që do dhe librin, sepse janë dy gjëra që shkojnë të dyja bashkë. Radio të jep mundësinë të thuash ato gjëra që do t'i thuash, ashtu si do t'i thuash, kur do t'i thuash dhe kujt duash t'ia thuash. Vetëm se kjo e fundit ka një kleçk të vogël. Mund t'ia thuash kujtdo që ke qef t'ia thuash, po varet se kush ka qef të dëgjojë pastaj. E vërtet. Kjo është e fundit. Ai që do me të një gjutë një gjë, ai që nuk do një, pastaj kjo s'ka rëndësi. Shiko, ne Është fuqi, është realisht fuqi i Absolutisht. radio dhe nuk e di pse në mendje më erdhi tani ajo situata e krijuar atëherë me luftën e botëve. Pra, një emision radiofonik e shkundi të gjithë qytetin edhe i vendosi në një panik të jashtëzakonshëm sepse u kishin interpretuar gjithçka që po thuhej aty. Po pra jo, ai deklaroi që kanë ardhur UFO-t, kanë ardhur këto jashtë toksorët, e thënë në radio, po për dhe radion, shiko, sot ka ndryshuar radio në këto mediatiket, sot të del tjetri thot
një problem që ti thu, po nuk tha televizori o burr. Po. Atëherë ka qenë në vitet 60, ka qenë e tha radio. Ja tha radio. Po radio është një fuqi, themuna që madhe sa shoku Hitler, se nuk them si i thon, shoku Hitler si i thon aty. Shoku Hitler kur të sulmoi Bashkimin Sovjetik deklaroi që sapo të hynte në Moskë do varte ke njëra shtyll Stalini dhe ke shtylla përballë spikerin e Radio Moskës. Sepse kjo ishte fuqia e atij njeriu për të ngritur. E keni parë filmin, çka? Është ai Good Morning Vietnam. Është ai që thot, kemi pa patjetër. ai që zëri legjendar që thot Gavarit Moskva, a? Gavarit Moskva. Gama. Maroj muhabete. Ai të shkund, edhe unë që e dëgjoj kot për kuriozitet se s'kam ndonjë tash. Të shkund more. Ju po të shkoni filmin, e keni parë filmin Good Morning Vietnam me Robbie Williams. Që është një speaker radio që e çojnë në Vietnam vëlla botë radio. E harun rob që ishin në luftë o burr. Harun rob që ishin në luftë nga ky në radio dhe kur këtë e hoqën sepse e jepte gojës ku diun kishte, e hoqën u demoralizoi gjithë ushtria e kthy dhe herë se u demoralizoi. Pra, interesante. Fuqia që ka, magjia që mbar. Dhe po të shkoni të hyni mbase në YouTube, a diku duhet gjendet origjinali, se ai është origjinal. Ai roli atij, domethënë ka qenë personazh real. Pra bazuar në histori të vërtetë. Luftës në Vietnam, miku zëri prap nga njëri krah. O më ka lënë veshje, o ka i kufja. Mendoj ta kontrolloj. Njëra. U prit se që ka me kap, duhet mbajt koka. Mos e kthej nga, s'ka gjë. Po kthej kisha të vetë. Më kujtove, o Mando. Më kujtove atë Barsaletën. Kujtova se më plasën sytë. Ja, mama sta qeni, ja. Mos e Të shesh emision serioz. Po. Mos e shiko. Ora, dëgjoj. Apo radio ju ishte më kujtu dhe një tjetër. Isha dikur punoja dikur ke një radio dhe t'ja them dhe emi se s'është më ajo radio, quhet radio, u ka pasyt Radio Vesa. Shko, edhe po të jetë nësë kemi konkurencë. Jo, e di që s'ka konkurencë. Shiko, unë nuk e kuptoj të që ka konkurencë radiore, radio është, radion e bëjnë njerëzit. E vërtet. Të që unë po s'pata konkurent, unë fugo kam kot. Se këshu i bi, apo jo? Ashtu është. Këshu, kote, ashtu pëse, po si ishe ti, unë morë i bi Tiganit, i bëpë që të se s'kom konkurent. Edhe në atë radio, në atë periud, bashkë me mua ishte edhe Naun Shundi, që nuk është më mes nesh Rafmet Past, miku i përbashkët i joni, aktorët se ndrysh. Dhe ishte Naun Shundi me Di Malke, unë, kishte dhe ishte koqë, ku di unë. Edhe një dite i zoti kësaj pune, Turi, unë zef se çpade dhe ja dhe një gjovën se kjo është radio e ime kështu. Radio e ime do më dhe që vendosi. Ju këthy na unë me atë qetësinë e vetë se ishte ka një personazh. Turi tha, në momentin që unë kam hyrë këtu, tha, dhe jam ullur ke ky mikrofoni, kjo radio është e imja, tha. Kështu që sa më dhimbset mua, tha, nuk të dhimbset ty. Turi, që ishte i mençëm, e kuptoi, edhe nuk e zgjati më muhabeti. Pra radio t'jep mundësinë të bësh pronar, në kuptimin e mirë të fjalës, të bësh pronar i mikrofonit. Mikrofoni është armë, që t'jep mundësinë të i gjush kujt të dush, ta morësh dhe nishon. Problemi është si e përdor këtë armën. Është jashtëzakonshme. Dhe të dy u keni forma të ndryshme se si e përdorni këtë armën që keni, këtë mikrofonin. Po. Përmes këngës, Ky ka oratorin. Se më kujtua ki se si. Unë ka melodin. Po, melodia. Mos flas. Tash imagjino, është një slogan që unë kam dërmend ta zhvilloj dhe ta çoj përpara në një gjë që po bëj, që thot kënga, disa akorde muzikore të cilave ju bashkohet fuqia e fjalës. Këto të dyja bëjnë këngën. Hiq njërën, nuk ka më këngë. Është emër e mbi emër, ne në kavaj themi nome konjome. Pra është një identitet që nuk funksionon me gjysma. Është një identitet. ama ka edhe melodi që nuk e di pse po thjesht të krijoj një gjendje emocionale, nuk ka nevojë për tekst aty. Ke shumë të drejtë. Ke shumë të drejtë. Ka melodi, po të kisë simfonit. Po.
simfonitë që janë gjithë, domethënë. Nëse çfarë japin gjendje të fusit. një gjendje të jashtëzakonshme ti fillon të mendosh, të reflektosh. Ne po flasim për këngën këtu, kështu që kjo Por edhe instrumentali. Frank Zappa ose Frank Zappa ose i tjetër nga këta të mëdhenj të muzikës ka thënë që apo ka thënë Beethoveni vet apo ku diun. mos ka gjë thuaj. Njëri prej tyre ka thënë. Një është një muzikant i madh John Garvey, është anglez ky. Sa më pëlqej ky emri John Garvey kur do të besojnë njerëzit, fut një emër, mallë. Dhe ty ka qenë një guzhinier, një pizzaiol shumë i mirë anglez John Garvey. Pastaj hiqe ka qenë një pilot i shquar anglez John Garvey. Dhe gjithë do besojnë që është një personazh që ekziston. Ekziston ky personazh. Ky John Garvey ka thënë, atje ku fjala nuk ka mundësi, flet muzika. Shpjegoj. Dhe kush kaq është fjala apo muzika ka fuqinë më të madhe që ta ma gjeps njeriu. Shiko. Po flasim gjithmonë në radio, ë? Në radio. Dgjoj. Secila ka korse. Radio pa muzikë është e shurdhët. Po. Radio pa fjalë është me mece. Tash ma gje ti këse që do me qenë shurdha, do me qenë me mec. Asnjëra nga Janë të dyja, është një binom që funksionon. Radio funksionon mbi këtë binom. Fjala duhet për të bërë shoqëri, muzika duhet për të përkëdhel. Po, bravo. Ëh? Bravo, për të tjetër. Ti skeç ato shumë mas të. Mandi, se unë me Violën jemi në pozitin që të kërkojmë këshill aty, se ti ke një jetë kushilla? Këshilla. Këshilla. Se ti ke një jetë në radio, ke bërë emisione pafund, edhe ti se mban mend sa emisione ke bërë, tani mbase edhe mban mend. Je një zë që të kanë dëgjuar të gjithë, përfshirë ne këtu, në makinat tona, në shtëpitë tona, në netet e dimrit, po e përmend këtë si ndjesi sepse është e jashtëzakonshme në disa, po themi, mude, gjendje të caktuara të dëgjosh radio edhe sidomos nga një personazh. Sa do të kishte kapur mandi te kjo fjala mood tani. Çfarë sekretesh mund të na zbulosh ti duke na i mësuar, kështu sekrete publike, meqense jemi edhe me dëgjuesit tan. Si të bëhesh një speaker i fuqishëm, që si ai gavarit Moskva, ë? Atëherë. Ne në shkollë sa pedagog tanët, ti kë ke pas pedagog kursi? Birçën. Edhe unë kam pasur prezant, do të ke qenë 3 vjet më rapa, 2 vjet, 3 vjet. I gjersa Birçet kapi 3 vjet, se të madhin Birçe Asko, ë? Të madhin. Gjok këtu ti, madha po i vogël Dion. Po, Birçe. Tash unë kam pas pedagog Birçe Asko, kam pas sa doktorovën, kam pas Viktor Zhulli, kam pas Sander Perosin, kam pas mos di, edhe ti ke pas. Një plejad. Ti ke pas emër më të mëdhenj. Kam pas ka qelluar, kam pas, pastaj mbi të gjitha kam pasur fatin, dhe ky është fat që në 3 vjetët e shkollës kam pasur pedagog individual të fjalës artistike Prokop Mimën. Edhe Vera Zhen, po Prokop Mima ishte, domethënë, ishte filozofi i shprehjes në skenë. Dhe nga të gjithë ta pedagog, besoj mos më lër të gaboj, ne na kanë mësuar një gjë, që skena, pavarësisht se skena është me sikur, ky sikuri nuk është që sikur të nxethesh ose sikur të bën kështu, jo, është sikur ti ishe në këtë situatë. Ky si do veproje, pra ky është sikuri i skenës. Por në këtë sikur na kanë mësuar dhe pastaj jemi munduar, unë jam munduar, po edhe Eni në anën e vet sepse e ka shprehur në muzikët punë, ti jeti sinqert. Radio si skena të jep mundësinë që të thuash çfarë do lloj hajvalliku, të këndosh çfarë do lloj këngë në formën më të keqe të mundshme. Mjafton ta bësh sinqerisht. Po e bëre sinqerisht, nuk ka për të thonë njeri këti te gabove një akord, jo më burë, se nuk ndjek njeri akordës, unë kam ardhur këtu, jo për të vënë në provë diksionin, njerëzit të besojnë, është e çuditshme, këtë e kam me të provuar që ka pasur ditë që kam shkuar në radio për shkak në një moment që po i lodhur jo shumë të mirë. Kam folur 3 minutët e parë telefonata parë që ka ardhur, personi më ka thënë, çka ke sot, kështu si ke mirë? Po pike zezër, sikur e kishe këtu, domethënë, pra është ky lloj sinqeriteti, ky si lloj sinqeriteti në muzikë, në skenë, në radio, është ky lloj sinqeriteti që shkon ke njerëzit, dhe njerëzit të besojnë për këtë sinqeritet, nuk të besojnë se po thua
dhomat e mëdha. E kupton, këtu dalin ministra, dalin kryeministra, dalin pa e prendi, nuk i beson njeri. Del një Depërton zëri speakerit e patjetër. dëgjuesi. Sepse unë e kam thënë dhe herë tjetër që radio ka një cilësi që ti i flet në të njëjtën kohë 10.000 vetave, por i flet secilit veç e veç. Veç e veç. Ky veç e veç, pra nëse ti ju të dy flisni me njëri tjetrin dhe ky zëri jot nuk shkon më këtu. Ati që i shkon ti po flet me atë, kjo po flet me atë, ju po flisni me atë. Pra e gjitha kjo është një marrëdhënie që e quhet frekuencë themi ne, nuk e di, shkruhet me q. Mos qenë se s'është ajo q-ja që mendon. Jo, është frekuencë. Vetëm ty të shko me eni aty. Pa vdek të si shko me eni. Por ju që nuk e besoni çfarë kimie kanë këta dy personazhe këtu. Të jashtëzakonshëm. E ke vëre që sot se ne ka vajtë me feeling. Po. Feeling. Ju në kavaj, po. Ne ka vajtë me feeling. Se unë shpesh e them këtë tash duhet ta sqaroj për ata që të shohin. Kush mirë do ishte. Njëra nga kamerë, nuk ka rëndësi, po t'ja u them ju. Dikur, ca vite përpara unë duke zbritur me makinë drejt jugut të Shqipërisë, pa pritmës has një tabelë nga ato mbi autostradë, ato tabelat e mëdha bëqill, ku shkruaj Kavaja Nord, italisht, dhe 100 metra më tutje Kavaja Sud. Kur e vepër, Kavaja Nord, Kavaja Sud. Dhe kjo filloi mua më rrotullojnë ko Kavaja Nord, po pse Nord? Se për shembull, po e kuptoj anglisht një gjuhë, po pse Nord? Pse jo frëngjisht, pse jo jugoslavisht, pse jo gjermanisht, Kavaja Nord? Ë? Dhe kjo se u bëm kuriozuam pse jo Kavaja Verigja? Pse Nord, Kavaja Nord, mes Kavaja si hala, Kavaja si akshu, Sambendat, kishin arë me shqie Sambendat nga, Kavaja Nord. Dhe që nga jo kohë, tash i sa herë përdor në fjalë të huaj në terminologjinë mua, dhe them ne kavaj themi, pra ne kavaj themi feeling, kjo është arsye se s'kam lidhje me kavaj. U e mësove ndonjëherë pse e kishin vendosur tani për të gjithë kuriozët, kush kam një nga kamerë, për të gjithë kuriozët, këtu s'niset llamba ku është kamera, që të kuptojmë se ku të flasim. Dhe mirë, në rregull. Ja kamera, ja. Ja kamera. A me gisht. Për gjithë ju kuriozët që u thoni në rrugë, vureni re tabelën Kavaj, është bërë Kavaja Veri dhe Kavaja Jug, është korrigjuar, se s'kishte sens ajo punë. Por ai vendi është më bëqill se sa gjithë tabela që i ka dalë ngjyra, sa ajo ka një se ka re ajo. Kuptojeni që është korrigjimi i Nordit, e kanë bërë Veri. Ta mbaj mend. Shiko, 4 gërma ka Nord, 4 gërma ka Veri. 4 gërma ka, 3 gërma ka Jug, 3 gërma ka Sud. Pse e kishi shkruajt mu kjo? Shiko, kjo është një enigmë që nuk do e zgjidh në jetë. Nga që Kavaja gjithmonë është rraf nga turist të huaj dhe nga turisti italian dhe edhe anglez. Edhe anglez. Po pse Nord? Edhe amerikan. Po pse jo North për shkak po Nord? Mirë më s'ka gjë. Interesante është edhe mua më bëri kurioze shumë, se tani po më këtu që ta di. Që shkosh në Kavaj dhe ta shohësh vetë. Jo, që të di pse kanë bërë ashtu, po mendoj që në Kavaj Mato kur shkosh sidoqoftë. S'kam shkuar kur, e di? S'ke shkuar një herë në Kavaj? Asnjëherë. Duhet të çojmë në Kavaj. Dhe jo, pas ka fat keq kjo jetë akoma. S'ke shkuar një herë në Kavaj? Jo, vërtet nuk kam shkuar. Si mund ta bësh? Po më shiko, Kavaja është rrugës. Kavaja nuk është se është një gjë që ti do dalësh, do ikësh, do shkëputesh, do ikësh. Për shembull, ke qenë një herë në Spile? Spile? Po. Është 40 kilometra nga rruga, ç't ka çu Spile dhe nuk ke hyn Kavaj që është 300 metra. Çfarë do bëjnë Kavaj kjo? Po të kaloj më. Shofi çfarë teatrale. Në Mbrostar, ke qenë herë në Mbrostar? Në Mbrostar, un jam nga Mbrostari. Ku bi Mbrostari? Në periferi të Fierit. Bravo, ti je në Mbrostari. Po. Tashi, unë gjithë jetën më pyesin për shkak për shaka, për humor që më thoshin kështu, mando ti nga jetësh, unë në Mbrostar kaloj her pas here. Po mi më kockat ku i shtrin, po atje për Mbrostar kaloj edhe kështu vazhdo të kezi. Pra edhe në Mbrostar nuk shoh, po Mbrostari është rrugës. Po, do kalosh do kalosh aty. Pra ne si s'ka rënë radhat kalosh në Kavaj, kjo po ma bit. Shiko, unë po e bëj kështu. Me që ju kaloni shpesh në Mbrostar, ju ftoj që të bëj mami byrek aty se e qan,
Edhe me që ti je nga Kavaja, para apo mbrapa urës? unë e kam para urës. Ti e ke ndërmjet Kolonjës dhe Mbrostarit. Po, kështu që ju ftoj juve për byrekat, Mami kështu jot mos është publikisht. Një simpatike. Mase, e kemi dhe babin i çik xhelos. Ja, babi me e di jo. Dhe ti më bëj një ftesë për në Kavaj që unë të vi edhe të zbuloj gjërat më të mira të këtij Edhe qyteti. personalisht, aktualisht në Kavaj nuk ma mban të shkoj, mua personalisht. Për motive të dobta që nuk dua t'i tregoj. Por ti mund të shkosh pa merak. Okej. Do e mbaj fjalën do shkoj në Kavaj. Se në Kavaj thaj sa e mirë që ka kjo, po kalot e njona. Sa e mirë që ka kjo, i thaj tjeti si ke pa vlajn. Cilin qytet viziton më shpesh në Shqipëri? Unë Po Vlorën, edhe për muzikë, edhe për këto po Durrësin, live-et. më tepër, Vlorën, Shkodrën, që flinë më nden ku janë Shkodër, në Shkodër. pa tjetër, absolutisht. Kur shkoj atje sa herë që shkojmë, do më thënë, ngjellemi shumë të kënaqë, ne dhe na presin shumë mirë. Po ata që duhet i vendosësh prizën që të kërcejnë, të argëtojnë, e të shijojnë. Më të vështirë domethënë që ti nxjerrësh pak, po them. Apo varet pastaj. Shiko, Pastaj varet se nuk e di tani. muzika që Më luan kapët ju, pa përgatitur kjo prizë. muzika që luan Eni me gjithë çunët, Blue Bird Band. Dhe Po, Blue Bird. Hajde, Po Po jo, e kemi pas. Po pse grupi i Zogjve Blu? Po, kështu ka qenë emri i lokalit ku ne kemi filluar punë. Ka qenë një klub jazzi. Duke sa fillon bloku aty, ke libri universitar që fillon? Po. Ke hoteli 3 katësh. E di. Aty ka qenë në Bodrum. Ngjit me whisky bar. Nuk e di se ç'është bërë aty tani. Edhe emri i lokalit ka qenë Blue Bird Band. Që nisët Ka aty. qenë Blue Bird dhe ne që loznim aty Blue Bird Band. Kur u mbyll ajo, do më thonë, ne vazhdojmë punën bashkë dhe mbajtëm këtë emër. Sepse le të themi ajo është edhe një gjë e keqe ti ndodhi një grupi që të ndryshoj emrin, kam përshtypjen. Kur publiku të njeh ashtu, kur ti ke ardhur në sytë e tij, në zemrat e Shiko, tij, ne më me te- një emër krijon një brand, një markë, një Ashtu identitet. është. Po ne na njohin më tepër dhe me emrat tonë. Se po ti thush Qepa, e njohin gjithë që është Dedar Sego. Po. Po ti thush Land Fusha që vjen me vërtet. dram. Kështu që ato janë personazhe të Po ti thush Qorri e din gjithë jo Gënzdash. Gens Daci. Po. Pra, shikon, Po mirë është mos ta ndorosh emrin. Dëgjoj. Ne e kemi, po s'para e përdorim shumë kur jemi me një event në një gjë që të kërkohet. më besoj gjë. Unë e kam marrë vesh 3 muaj para, 3 muaj para, sinqerisht, që ju quheshit Blue Bird Band. Sepse nuk më kishte lidhur asnjë gjë me emrin, se për ti- mua është Eni, Koli, Kepa. Po, ti ke Blue Bird, ti ke pasar në valla Po shumë. kam pasar, po as shkoj te mendja. Jo, po nuk e dije që grupi ju, dëgjoni çfarë prononcimi. Quhet Blue Bird Band. Blue Bird BB King për shembull, Blue Bird Band. Edhe nuk është prononcimi, nuk është shqiptimi që e duket kaq bukur. I tha you have a good pronunciation. No, I have a good voice. E vërtet. Të ka ndodhur ndonjëherë për shembull që të kesh pyet në një lokal kush luan sot The Blue Bird Band, ka thënë kamerieri, po kush janë këta? Domethënë këta i ke shok, po nga që si njeh me Jo, emër. nuk më ka qelluar kjo, më ka qelluar që e marr telefonit e meni ku jeni sonde për shembull. Po. Edhe kjo është normalja. Domethënë unë iki që më, nëse dua të dal, nëse kam për shku, shkoj o ku luajn Blue Bird Band ose Po s'para e përdorim shumë emër. Po, pra, Vetëm kur ose- ka ndonjë event, ndonjë gjë, ose shkoj ke Toni, ke ton keton deda. Nuk ton thon deda. gjë. Nuk thon, domethënë nuk e di si e ka Na nxjerrim reklamën, po po asnjëri nuk e di se shkojnë unë shkoj ke individët. Po. Nuk shkoj ke domethënë ke emri. Po ju njiheni edhe personalisht për të tjerësh. Po, sepse shiko, kush ka qenë ndonjëherë që i ka parë këta duke luetur, i njeh me emra. Patjetër. Domethënë i njeh me emri, i njeh nga tingulli, i njeh se për shembull tash unë edhe po të kaloj në rrugë të një gjë që po luhet muzikë në një lokale, kuptoj për herë them që ka Kolsheu për shembull, ose një gjë që ka Eni Tuknu, nuk ka nevojë më përse Ormaj, Tashmë. Lan ka vaj, tashmë. Do vësh. Eni, unë dua të të pyes diçka. Ti ke bër covera të artistëve të mëdhenj, ë?
Mirë po, shumë nga këta vokalist, ti je vokalist i grupit. Po. Shumë nga këta vokalist ja mund të jenë edhe një oktavë sipër, ndërkohë që ti je një zë, se di tani, bas. Po shiko, shumë Si intonohesh për shembull për John Lennonin apo për po ka këngë për shembull që ne mund t'i lëvizim akorde, domethënë, nëse ka i përshtaten më tepër, siç ka bërë dhe Johnny Cash, se Johnny Cash për shembull tepër cover ka. Po. Po si s'ka këngë vetat, pak ka shumë. Ti ke Elvis Presley ka gjithë cover. I përshtat simbas ku e ndjej veten më rehat. Ai përshtat. Qofse është do, unë mund ta bëj në si, domethënë e ul një ose kur është nevojë ul dy nota, po si tjetër. Është vërtet interesant. Ato çunat e grupit i kanë profesionistë, nuk ka probleme për këtë punë. Është po ka këngë që nuk mund ti lëvizësh dot. Se janë shkruajtur për të bërë aty, domethënë, dhe duhet i bësh patjetër aty. Vërtet? Po, nuk mund ta sjellësh. Mund ta sjellësh poshtë në major, minor për shembull. Po nuk tingëllon kënga. Kuptoj, është çuditshme. Nuk aranxhon dot ndryshe. Interesant, jo këtë nuk. Po. Kush për shembull një këngë që është aty në atë. Po, ku ta them, nuk mund ta këndosh Thunderstruck, nuk mund ta këndosh ta ulësh poshtë. E kuptoj. Aty e ka magjina ajo. Çfarë mendon për shihet muzikore të shqiptarëve? Nga çfarë vëre? Shiko këtu, mu më vjen mirë njëri që Mandi merr këtë iniciativë që bën këtë emision, që na kthe vite mbrapa, atëherë kur muzika për mu ka qenë e vërtet, kur tekstet janë shkruajtur kanë pas një kuptim. Tani shihet e shqiptar varet dhe si do t'i edukosh njerëzit. Radio është mbushur me ka fluks muzikor shumë të madhe dhe vjen muzikë nga gjithandej. Muzika nuk ka më filtra. Muzika tani siç vjen ashtu dhe jepet në radio. Të trishton kjo? Më trishton, po nuk kam se ç'bëj. Përveç se të dëgjoj Mandin edhe të merrem me veten time dhe me këngët që mund të bëj, se nuk mund t'ja mbush dot. Rinia orientohet kam përshtypjen gabim. Po, ka pasur një filozof, më fal Viola, se Mandi e njeh, s'po ja them dhe emrin filozofit, se ky e di se do t'i shkoj menja. Ai ka pasur në atë kohë, arti duhet i udhëheq masat. Jo masat të udhëheqin artin. Jo t'i shkosh mrapa masave, nuk gjëmohen Tani po ndodh kjo. Nuk gjëmohen fansat nga mrapa. Ti bën fansa, është ajo që ti bën, është ai modeli që krijon. Njerëzit të duan për atë që bën. Kjo që tha Eni shumë është ky orientimi. Çdo gjë sipas meje dhe jam tash në këtë tip në këtë gjë nuk ja fus kot. Çdo gjë që kthehet në industri, që kthehet në fabrik, degeneron, sepse degeneron artizanati. Ke një restorant, thon, ama mos aty është bërë si fabrik. E ka prish dorën, e ka prish dorën sepse nuk ka më është sasia. Është bërë fasonerim. Kështu është bërë industria kinematografike. Të myt Netflixi, filma pas sens, filma me ca tema idiote, filma që ti i shef dhe në fund filmit thu po masani. Nuk mendon asgjë praktikisht. Pra janë filma që nuk të sjellin një mesazh, filma që nuk të sjellin një model, filma që të fusin në rrugë gabuar, filma që të çartafillojnë me probleme idiote. Aktor me një lojë, domethënë ka ikur koha e personaliteteve të kinemas, e personaliteteve të teatrit. Nuk, domethënë, nuk e di në kohët e sotme mund të ketë ngel vetëm ky, ç'është ky Titaniku. Regjizori apo aktor? Aktori. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Edhe ai është 50 vjeç, sa ka shku? 50. 50 kusur. Mund të jetë i vetmi i fundmi i mojnë kanve. Ëh? Se nuk ke më Robert De Niro, nuk ke më Paul Newman, nuk ke më Gregory Peck, nuk ke këto figurat e kinemas që ndërtonin personazhe, nuk ka më kinemaja Claire Gable. Po themi. Dhe po kështu nuk ka më tematik, po kështu nuk ka më përmbajtje, po kështu është bërë industri, po kështu është bërë muzika. Është bërë muzika dhe ato që nuk i kanë rezistuar, domethënë që nuk janë bërë pjesë e kësaj muzike, kanë dalë nga tregu, nuk ka më treg. Po të hysh unë merrem, nga që merrem shumë, nuk jam filozofi muzikës, po më ka rënë radha të dëgjoj atë po i thoshe Eni çpari për të zgjedhur 15 këngë dëgjoj 50. Për të zgjedhur bitin, ritmin, si lidhen, ku diun ka këto probleme teknike, nuk ka rëndësi. Më dalin grupe dhe këngëtar indie pafund që
më habisin sinqerisht, jo se unë jam po jam Ferdinand Deda i muzikës, po që kur e një impakti me këngën, ti thu që sa e bukur kjo kënga. Ai është pa treg, ai çashet nuk e di se si e kanë zgjedhur këtë punë, sepse është industria e diskografisë që të myt dhe të gjy një Rita Ora përpara, apo një ku diun çfarë në një nga këto emrat që Ky është problemi edhe te muzika edhe tek teatri te filmi, tregu. Si do ta zgjidhim këtë hall? Shiko. Se është pikpyetje e madhe kjo, se është kollaj ta kritikosh dhe unë dakord me ty jam, edhe me Enin, shumë dakord. Problemi është si do të çojmë lekët në shtëpi vëlla. Po. Që ta lekët në shtëpi, do të çosh lek në shtëpi, je ke të garantuar që nuk ti heq njeri, nuk ka inteligjencë artificiale. Sa më pëlqen kjo fjalë, se do merremi çik me këtë. Inteligjencë artificiale, nuk ka kompjuter që mund të ta heqë këtë mundësi, është bëu hidraulik o burr. Bëu hidraulik, se nuk e zëvendëson më, nuk ka makineri ta zëvendësoj hidraulikun. Po tu prish rubinetin shtëpi do thrasësh atë komshiun, ë? Apo ti ke lagja jote do thrasësh në atë saldatorin se shiti jo. Këto sot kjo është inteligjent, dëgjoj. Ose agjenci funerare ose berber. Sa të ndrojnë jetë njerëz dhe sa të ketë. Berber është zgjidh sot se berber merr atë makinë ti fut një kështu. Edhe bëhen ato flokët me sqep këtu, ato të dyja kështu, edhe marroj. Edhe plastika do marri fund se janë bot gjithë kështu. Mary is not. Pastaj shiko, do të themi kjo ka sot bota është kështu. Flok artificial. Ngjyra syve artificiale. Po. Faqet hund artificial. Dhëmbët artificiale. Mos vazhdo më tutje. Gjoksi, se është ato. Shiko, fjala se unë do ta thoshe, se bile do ta them cicat, se është fjala më e bukur në shqip është fjala cic. Nuk është, më duket se nuk është as shqip. Jo, cic duhet të jetë turqisht. Jo, mund të jetë edhe turqisht, por është fjala më e bukur sepse është burimi i jetës. Është, domethënë, nuk ka mundësi, është atje njeriu fillon jetën, ke cica është fjala më e bukur në botë. Pastaj, shalë artificiale, kjo artificiale, kjo Google artificiale. Dhe gjitha këto janë artificiale, pra nuk janë të vërteta. Po. Po pse na u bë kaq e vërtet inteligjenca artificiale? Se kjo është pyetja. Okej, kjo është artificiale? Atëre kush ka ngel origjinal budallalliku? Atëre na ka ngel budalliku origjinal, të kapemi ke budalliku. Ja, rregulli i treshit. Më e letë, më e letë tani futu, edhe unë kam një shokun time ka bërë 10 këngë më vëlla. Po pikërisht. Kërkon tekstin, kërkon muzikën dhe bën. Gjë tjetër që po ndodh është shumë njerëz e kanë kthyer në biznes këtë. S'kan lidhje fare me muzikën, po thon po bëjmë këngë me porosi dhe njerëzit që shkojnë edhe marrin këngë aty janë në një masë të madhe dhe kjo është shqetësuese. Që të investosh ke inteligjencë artificiale do të thotë të heqësh lekët nga diku tjetër. Dhe kam përshtypjen një lekët do hiqen nga arsimimi, nga shkolla. Dhe duke e hequr lekët nga shkolla, nga kultura, duke i futur ke inteligjencë artificiale, ke investuar ke hajvanlliku, që jep të drejtën çdo njeriu pavarësisht asaj masës gri që ken kokë sa është 200 gram, 300 gram, 600 gram, ai mund të bëjë çfarë të dojë. Dhe ai rreshtohet. Ai në këtë rast i fiton lekët kollaj. Ky që thotë Eni ka bërë 15 këngë, ka fituar lekët. Gjyshja ime ka pason ai që i fiton lekët kollaj rreshtohet edhe këtë mençmit. Tash ky njeriu vjen dhe të rreshtohet këtë mençmit dhe të rrof ty që mendon. Ti që ri merresh me ashtu është. Edhe kam bërë thotë, ti s'ke bërë gjë, e ka bërë ajo, inteligjenca artificiale. Inteligjenca artificiale ka bërë simfoninë e 10 të Beethovenit. Ashtu, bukur. Mund ta bëj, po pse më ne kemi ore në këtë nivelin inteligjencës artificiale. Shikoj, kjo mund të jetë më e mirë, Nuk e krahasoj. Nuk do ta krahasoj, unë jam kundër. Kohët kanë ndryshuar. Jo, po ne ndryshojnë kohët kanë ndryshuar për shumë gjëra. Ka ndryshuar ritmi i jetës, ka ndryshuar shumë gjëra. Shikoj. Ne duhet ta pranojmë, po jo të zëvendësohemi nga ajo, se unë mendoj që do se pastaj do filloj të bëhet burri artificial, gruaja artificiale, kalamoni. Po të paktën ta gjejmë artificial. Po unë nuk do të ikë kjo. Unë nuk do të shkoj ke kjo. Do ti po. Po më ma shikoj. Kjo gjëja e bën në një formë pak më tjetër. Para ca vjetëve në Shqipëri erdhi dhe u çfaq në Pallatin e Kulturës, teatrin e operës dhe baletit me shumë tam-tam të tyre. Opera Skënderbeu e Giuseppe Verdit. Në rregull? Po. Festa, opera Skënderbeu, Giuseppe Verdi ka bërë.
Nga opera Skënderbeu, vërtet Giuseppe Verdi ka bërë një operë që titullohet Skënderbeu. Nga opera origjinale e Verdit Skënderbeu në muzeun ose në arkivën e muzikës klasike që është në Firenze diku, ka ngelur vetëm një faqe, një pentagram, një faqe se nuk është pjesa tjetër e veprës. Pra, vërtet është bërë, po nuk është kjo vepër. E futën në inteligjencë artificiale dhe ajo plotsoi. E morën ca charlatan italian, abuziv, bashkë me një dy këtu të Republikës Popullore Socialiste dhe bashkuan, morën një grup notash, një grup morën dhe bën operën dhe u çfaq dhe morën lekët ata pse ishte prek. Tani në qoftë se inteligjenca artificiale bën këtë punë dhe na bën simfoninë e 10 të Beethovenit, është mashtrim. Është një sajes që nuk ka të bëjë më me krijimtarinë, nuk ka të bëjë më me ndjenjë, nuk ka të bëjë më me mendje, nuk ka të bëjë më se është si ai zëri që të thotë që abonenti është përkohësisht i dehur. Po. Ai zëri nuk të thot asgjë. Abonenti për momentin nuk mund të përgjigjet, ai zëri nuk thot. Po nëse ai zëri ty të përgjigjet dhe thotë ore nuk jam i mundur, ti e kupton që ai tjetri është në hall, ka i problem. Pra, gjithë kjo artificialia për mua kjo, të gjitha këto gjërat artificiale, ne ose ata që vinë mbas nesh se neve na marrin të keqen, po i nxjerrin jashtë asaj kriterit të së vërtetës, jashtë asaj pjese ku njeriu duhet jetojë. Tash imagjino që mund të vi ajo është një ndarke këtu me i karrozë të bashkisë që fshi rrugën, edhe ajo mund të instaloj atë ChatGPT-n, edhe të vijë nesër mëngjes të komboj poezi, thotë, dhe ti thu, po mirë, më një gjokë, gjithë ky investim që unë kom bo një. E kuptoj. Që të rrijem, që na ka rënë flokët, që na ka rënë dhomët, që ai ty është desh të vraun Greqi më burr. Ai ishte i greko që i shkove në lokal që desh me të pret durët në zonë që ishte. Po Manoli. Manoli, dëgjoj çik. Manoli, ç'të bëri Manoli? Ç'të bëri Manoli se ishte e frikshme kur përpara se ta tregosh Manolin. Do shkojmë tek Bajman, se do rikthehemi te Manoli direkt. Do ndjekim sugjerimet e librave të javës nga leximtari. Unë jam shumë kurioz të di cilët janë 5 libra të cilët duhet shkojmë me vrap ti blejmë edhe ti lexojmë, sepse ku ka kohë më të mirë se sa muaj nëntor për të lexuar libra, ëh? Dhe rikthehemi më një herë. Përshëndetje, unë jam Ornela nga Leximtari. Dua të ndaj me ju 5 librat më të shitur të javës ku te Leximtari. Dhe ta filloj me librin e parë që është Alkimisti nga Paulo Coelho. I dyti, Gjuetari i balonave nga Khaled Hossein. I treti, Të poshtëruar nga Lea Ypi. I katërti, Përndjekja e Adelinës. Dhe i fundit, 48 ligjet e pushtetit nga Robert Greene. Të gjitha libra i gjeni në librarinë Leximtari në Tirana Ring Center ose mund t'i porosisni online në website-in ton leximtari.al. Ju mirëpresim. Mirë, ishin këto sugjerimet nga Leximtari. Faleminderit Leximtarit për çdo sugjerim që na sjell çdo javë të Kinotekës. Faleminderit Bono që na ëmbëlson gjithmonë pas çdo episodi. E goni her pas here nuk duron dot edhe sa të mbaroj episodi. E do një Bono? Jo, tani për momentin jo, po pak më vonë do të them. Okej. Që edhe mos të zihemi për shihet me njëri tjetrin, kush e merr këtë, kush e merr atë. Se do t'i mbarojmë të gjitha, ëh? Faleminderit Cineplex për kokoshkat edhe për filmat e mirë. Dhe tani shkojmë tek historia e Manolos. Një pyetje përpara se këto kokoshkat e Cineplexit janë të Cineplexit apo i bleni ju dhe mushni kokën? Jo, Cineplexit. Ata e në rregull. Vin direkt nga Cineplexi për ne. Mirë, më dha në rregull se nuk thash që vetëm pyeta, se në çmendet. Po Manolis. Ai mbron gjën e vet mandje. Yes, I know. Unë di se çfarë ha. E di qartë. Po ku të kujtu ty ky Manoli? Po dëgjoj, ti ke shumë histori që duhen një 10 emisione, po them minimalisht, që për të treguar historitë të jo se janë histori, po janë pjesë e curisë tënde që presje, ose pik, këtu marrë pjesë e historisë tënde pik. Manoli është një nga këto që Manoli ka qenë një pronar pabi në Kret, në rrethin në ku isha, unë atë kohë punoja me një anglez. Edhe vajtëm për t'i kërku Manolit ngriti rroge. Bashkë me atë anglezi. Në fakt foli vetëm ai anglezi, unë nuk u ndjeva si albanos, si shqiptar. Tani Manoli, për t'i bërë presion,
Të dyve, po anglezit më shumë, më drejtohet mua, më thot, ti djalë, thot, duhet ikësh nga Kreta, thot, sonë të ndarkë. Me tragetin e orës 8, ishte mëngjes. Dhe në qoftë se ti nuk ikët, thot, unë do të pres duart. Seriozisht, Manoli dhe ikën. Po qa vë në buri dhe ose do në lësh pa punë, nuk e thë. Prit. Mu të rëmbëm ne. Se Manoli ishte dhe si fort aty në qytet. Kjo anglezi u shqetësu shumë. Dhe rinim në një klab aty në... Escobar i Greqisë. Po, ashtu. Edhe vajti ky anglezi pyshte gjithandej ato grekët që njifte. Ore i tha Enos, Manoli tha që do të pret duart. Nëse unë po e pritësha këte, Kerin, anglezin. Erdhi ky. Edhe i thashëm, po ty qatë thanë ata grekët, do më thënë, pyta thaj. Po qatë thanë? Më thanë tha që edhe ja pret edhe si ja pret. Si i thashëm, dhe ja pret dhe si ja pret. Çantat vlla jote dhe viga në një qytet tjetër. Kështu e lash punën aty, kupton? E takoj Manolin mbas 2 vjetësh te ai qyteti tjetër, më thamë, ku je mor, tha se po të kërkoj gjithandej, po botë. Po kërkoj kam për ty. Desha më thonë Manoli, po ti më the kështu, ai s'mbajta mend. Unë thash, unë kam bërë një klub tjetër, tha po të pres. Nëse kjo është historia pak a shumë Manoli. Manoli, përshëndesim. Jasa si e kanë? Nuk e si. Jasu. Tani, ne do shkojmë tek mesazhi yjeve, po përpara kësaj, me që erdhëm nga sugjerimet e leximtarit, do doja të flisnim pak për një libër që ti e konsiderove pas Biblës apo jo? Jo, nuk e konsiderova pas Biblës, e konsiderova që mund të ta zëvendësoj. Mund të ta zëvendësoj Biblën. Sepse Bibla vlerat i ka ke mesazhet që sjell, ke mesazhet që t'jep. Do të thot mos vidh, mos pretendo grunë tjetrit, ku diun nga këto, domethënë këto janë të përfshira të gjitha. Libri Tre shokët të sjell mesazhe sociale, sipas meje të paktën atë moshë që njeriu fillon edhe kupton se çfarë është, se për shembull mesazhe sociale sjell edhe zemrën e amiqes, që të tregon se si duhet të komportohesh me shokët, si duhet sillesh sakrifica dhe por në një moment që ti rritesh dhe fillon hyn në një marrëdhënie tjetër që hyn ku diun shoqëria, miqësia, alkooli, pijet, rrugaçëria, zënkat, prostitutat, ku diun gjitha këto që përbëjnë jetën e përditshme, ti fillon mendja e një të riu, e një adoleshenti fillon punon dhe si thosh në një farë mënyre personifikohet në ata në libër, fillon gjen veten në situata të ndryshme. Kjo, për këtë unë them tonjza, që të zëvendëson Biblën, se njeriu fillon kupton ca gjëra se çfarë ndodhin në jetë. Të kujt i thuri lavde, çka qëndrimi të mbaj, si shprehet, deri ku shkoni nati, si është problemi i hakmarrjes, si është problemi i sakrificave për shokun, për dashurinë, ç'a është dashuria, ku konsiston, ç'a është gara, ç'a është kjo. Pra në gjithë kontekst, unë mendoj që ai libër mua më ka, si thua, më ka futur në ca shina në jetë për të kuptuar vazhdimin pastaj me shokët, me miqësinë, ke besnikëria, ke të gjitha këto gjërat. Ky ishte mesazhi. E di pse e përmenda, se në fakt ishte interesi im për ta përmendur, sepse është dikush që ma ka marrë, më saktë kam dhënë si libër për ta lexuar edhe s'ma ka kthyer akoma, kështu që i bëj thirrje të ma kthej. Nëse na dëgjon, kthej librin Violës, or mik, apo është mike. Normalisht ndodh që kur ti jep një libër të mirë, tash sot nuk është më kjo mundësi se sot shkon e gjen blen një kopje ku do. Por flas në atë periudhë që librat dilnin me një tirazh tirazhi, çfarë fjalë? Tirazhi, dilte një tirazhi të dilnin 1500 kopje, 800 kopje, 2000 kopje dhe duhet kalonin vite që ai të kalonte në ribotim. Dhe ti atë libër kishte mundësi ta humbisje përfundimisht, sidomos librat e viteve 50, 60 iknin dhe nuk i gjetë dhe u krijua ky mentalitet të paktën në Tiranë që libri nuk i jepej, ose i jepej ke një njeri që e kishte të garantuar që do e merrje mbrapsht. Dhe mbi këtë parim unë kam bler dikur në vitin 1984, 83, diku. Mbaj mend edhe vendin ku e kam bler në plazh të Hekurudha, ka qenë stacioni i autobusit. Te stacioni i autobusit ka qenë një barak me xhoma librari, një kiosk me xhoma librari.
Unë isha me film Durrës, nuk e mbaj mend me çfarë filmi, një film me peshkun, se çishim Gjeronim Durrës dhe flinim ke hotelet e plazhit. Në kohën e lirë hyra në librari. Shof lart ke rafti sipër, një libër në format Larusi, tamam si format Larusi, gri, si ngrykshë, si gri miu. Atje që si pasensa i libri. Edhe Ama syrin ta vrau se po duke parë se ishte ngjyrë gri, se zakonisht lexoj edhe nga që ishte gri dhe me gërma si kështu si floriri, si të verdha, nuk lexoj se çfarë ishte. Edhe I them asaj gocës edhe duhet jetë rritur tash mbas është martuar, është bërë dhe gjyshe. E ti je fejuar jo? Jo, Në mirë, okay. Të ngacmuar shoqen e studios apo se ke menin mësim fare. E kuptoj që s'ke pse ke mbështetje nga Unë jam e pavarur. Edhe I them se çfarë se i libri është një kështu dha ku them se çfarë është një, po ta shofi çike të shumë pa me natë se duhet hypte atje, duhet merrte shkallën, hypte ta merrte. E mori, e marr në dorë kopertina, fjalë të urta të popullit shqiptar. Instituti Folklorit. Hap faqet e para ishin të gjithë qarë kishin marrë pjesë për të bërë ky libër. Instituti Folklorit, shtëpia kësaj, shtëpia kulturës kësaj. Hap faqet e para, kalova në fund fare, thash, po kaloja në fund fare, thash, libri ishte kaq I trashën. E kaloj në fund fare, shoh fjalët e urta ishin të ndarë me kategori puna, familja, shoqëria, besnikëria, dhe dashuria. U ktheva dhe herë nga fillimi. Hapa diku në vend, fjalët e urta ishin, domethënë, ishte fjala e urtë dhe prejardhja nga cila krahin ose nga cili qytet kishin ardhur të ndara këto. Imagjino çfarë punë kolosale. Ai libri bënte në atë kohë 450 lekë, 500 ca lekë. Domethënë gjysë rrogë po çet. Sa dush shumë po se bë. Një të vudorën në xhep vllajot I thash një të pa e marrën këtë. Ua po e blen ajo. Mirë dhe mirë, ka gjithat kohë aty dhe ka ca kohë aty dhe se blen një kopje ishte atje. Atë nuk e kam gjetë më në asnjë vend. Atë librin tash unë e mbaj si librin të Reshokët, e mbaj dhe nuk ja jap më asnjëriu, sepse aty brenda është mentaliteti, psikologjia e një kombi të tërë, jo e një Shqipërie, po e një kombi të tërë, e ndarë në fjalë të urta që janë e përvoja të jashtëzakonshme të jetës të përmbledhura në fraza koncize të jashtëzakonshme. Prandaj shiko librin mos e jep. Librin mos jep. Mos e jep. Dhe shkoj. Se nuk ta kthejnë më pastaj. Dhe jo vetëm librin. Edhe fjalën. Jo, gjërat që ke të tua përse mos I lëshon nga dora. Librin s'po ta kthejnë. Për të ngacmuar, po të ngacmojnë. Po unë ç'a bëj këtu? Lind pyetja. Ora ti tani do marrësh vesh. Pyetet po fol ç'a ke për të folur tash para. Do marrësh vesh se çfarë do bëhet tek mesazhi I yjeve. Një emision kaq I bukur që ka nisur këtu në Radio Sol me Mand Xhulin. Ja, te bluza e ka. Kush kamera? E bën një mesazhi I zoom yjeve. Me Enin Elkun si një mirë. Ajo do të jetë Dashi. Dashi ose Demi. Ose Demi më duket. Më duket se është Demi. Demi se lopa është pa brirë. Po. Demi ose me Mand Xhulin, Enin Elkun, Bled Seikon edhe Sokol Sheun. Apo jo. Bukur. Emisioni titullohet Mesazhi I yjeve. Në kontekstit ka dhe nënthënien në fat dhe në muzikë, sepse është mesazhi I yjeve që vjen nga astrologjia dhe mesazhi I muzikës që vjen nga këngët. Pse e kemi vendosur ose pse e quhet mesazhi I yjeve, sepse unë bëj një horoskopi që të veçantë të kuptimin që nuk merrem me yjet realisht, po merrem me mesazhin që vjen nga yjet, që mesazhi që vjen nga yjet është një mesazh I vlefshëm për çdo që e dëgjon, besoj dhe shpresoj. Dhe pastaj në fund të gjithë horoskopit, ta quajmë horoskop këtë, me H, horoskopi është me H si hëna. Se hyjet, se gjitha këto janë hëna, hyjet, janë gjithë horoskopi, janë me hë gjitha. Hyjet, po, hylli I dritës, po. Hylli I dritës. Po, më është me hë. Ose hyrë për shumë, tak bina njëri deri hyri, thotë, është me hë. Hëja është shumë e rëndësishme. Në Korçë më duket se përdorin, mos gaboj, po.
Po ndaj dhe kanë ngelur te serenatat. Se ju mungon hëja. Hëja është edhe një gjë shumë e vlefshme, hëja edhe për çfarë përdoret. E keni parasysh sipër pallateve, për shembull në për filma që është një hë e madhe. Helikopteri. Jo. Ajo është për të treguar që ca njerëz sa të madhe kanë hënë e hajvanit. Është kjo hëja. Domethënë hëja është gërm me shumë vlerë. Nuk e di. Help, për shembull, help. Ndihmë nuk po si ishte hëja nuk ka vlerë fjala. Shumë interesant. Tashti ky është mesazhi tani. Pse e kam quajtur mesazhi i yjeve duke ju referuar dhe muzikës, sepse në botë ka miliarda këngë. Dhe unë kam marrë përsipër që ndër këto këngë në botë, duke ju referuar grupeve, periudhave të ndryshme, po kam përshtypjen që nuk i ka përcej vitet 80, jo për motive të nostalgjie, po për motive sepse kam përshtypjen që ato vitet amerikanët thonë the magic 60s, të magjishmet vitet 60. Po thua 80 e andej apo 80 e këtej? Nuk i ka përcen. Pra nuk i ka përcen, nuk shkon më andej, apo nuk vjen më këtej. Nuk vjen më. Nuk vjen më këtej. Sepse në vitet 60 në botë ndodhen shumë gjëra, domethënë vitet 60 sollën një revolucion të papar në civilizim, në muzikë, në art, në revolucionet seksuale, revolucionet e ngjyrës, të drejtave të njeriut. Ndodhen ato vitet 60 kanë qenë të papame dhe të gjitha këto lëvizje natyrisht u pasqyruan edhe në muzikë, u pasqyruan në kinema, u pasqyruan në art. Pra, në arti pasqyroi situatat e atëhershme që ishin të jashtëzakonshme. Dhe unë kam marrë një pjesë të këtyre këngëve dhe t'i analizoj dhe si thosh të sjell mesazhin që këto këngë na përcjellin nëpërmjet teksteve tyre, sepse jo të gjithë ne dëgjojmë shpesh këngë ose edhe i këndojmë, po shpesh nuk ja dim në për të, domethënë se çfarë thot kënga që më flet për këtë apo flet për atë. Pa i hyrë asnjëherë konkretisht çfarë thot varg për varg, si është i shprehur ky mendim. Dhe un kam marrë përsipër përzgjedhur këngët apo artistët? Këngët. Pastaj mund të jenë edhe më shumë se një këngë të një artisti, nuk ka problem. Po, pa diskutim, për shembull nga Bob Dylan çat zgjedhësh një këngë. Nuk zgjedhet nga Bob Dylan një këngë. Nga Rolling Stones nuk zgjedhet, nga Creedence nuk zgjedhet vetëm një këngë. Apo ku diun nga Amy Winehouse, çfarë një këngë të zgjedhësh. Nga Vasco Rossi. Po themi se këto vitet 60 nuk ishin vetëm në Amerikë, këto kanë qenë në Itali. Po, pa diskutim. Një magji, po në Itali, po në Francë, po domethënë ishte në Angli. Në Angli nuk ne në Angli merremi jo Beatlesat, jo Stonesat. Anglia në atë kohë të myste. Tash nga Elton John çfarë mund zgjedhësh një këngë? Apo nga ku diun? Po nga Lucio Battisti mund zgjedhësh një këngë. Nga Lucio Battisti zgjedh një album, po jo një këngë. Nga Celentano zgjedh një album, nga Bobby Sole, nga Mina zgjedh një, domethënë janë pafund këta këngëtarë. Po unë jam munduar të kapem se për shembull jam munduar të kap një këngë të Fabrizio De Andrés, një këngë të De Gregorit, një këngë për shembull në një nga emisionet që do të vinë më mbrapa, unë do të analizoj një këngë të De Gregorit që titullohet Generale, që është një këngë e jashtëzakonshme kundër luftës. Si kundër luftës është edhe po themi e Bob Dylanit Knocking on the Heaven's Door, Blowing in the Wind. Pra të gjitha këto janë mesazhe për njerëzore të mëdhaja dhe unë jam munduar në atë të voglën time, aq sa kam mundësi, shpresoj t'ja kem dalë, që tekstet e këtyre këngëve jo vetëm ti përkthej në shqip, po edhe ti jap atë ritmin, ti jap rimën, ti jap metrikën e vargut, pra të në një farë mënyrë të jetë edhe poezi shqip. Dhe pastaj në bashkëpunim me ca miq të mi që ju nuk i njihni, s'keni as kanë të njihni, që quhen Blue Bird Band. Janë ca miq mi, nuk ju ka rësisë Eni Melku, Golsheu, Bletseiko. Ram dakord që meqense këta din të këndojnë, gjë që unë s'di ta bëj, edhe din t'i bindet ca veglave, gjë që unë s'di ta bëj, se do isha dhe unë Blue Bird Band. Me kënaqësi më të madhe. Po jetë tashmë, yes sir. Jetë grupi. Unë jam unë ke grupi jam si ai që lu për shembull Juventusi, unë transmetoj nesër. Po që jam aty në stadium, domethënë unë kam hyrë ke ky stadiumi. Edhe faleminderit kujt ka pas
Këtyre do. Patjetër. Gjithë këta që ma jep një bono atë. Tani është momenti që unë do marr një bono. Sa të zgjedh ngjyrën e gonit. Po mua Atë po. Më ka lënë porosi mamin ka të. Me çfarë është ajo Viola? Mos fol me gojën plot. Çfarë thotë ajo? Me qershi. Një bono me qershi. Pasoja. Me shumë delikatesë. Shumë faleminderit. Ja, një bono me qershi. Kur ju merr uria direkt, e keni këtu. Se mos ta japi ta plasësh. Pra, jam munduar, domethënë duke hyrë ke kjo, faleminderit gjithë këtyre mundësive që më janë krijuar dhe punës ndoshta që kam bërë. Unë kam marrë këto këngët dhe i kam bërë tekstet shqip. Dhe në bashkëpunim vendosëm që kjo kënga që thot këtë gjë, që sjell këtë mesazh, pra mesazhin e këtyre yjeve të muzikës të përkthyer shqip, djem pastaj do ta luajnë cover si gjithë bota që domethënë përgjithsisht të gjitha këngët që ne kemi zgjedhur, të gjitha këngët që do jenë pjesë e këtij repertori, janë që i kanë luajt cover të gjithë artistët e botës. Po me tekstin në shqip. Jo, me tekstin original, se me tekstin që pastaj i bitë kemi studio muzikë, ta kthejmë në industri. e veçanta e jo. Po ja, një ide. Është që çdo gjë është bërë akustik. Ne kemi përshtat si mas mënyrës tonë, domethënë nuk vjen ashtu siç është në original. Kjo është nga ana muzikore. Pra është një, të themi është në një version, është një unplugged i modifikuar, i modifikuar me 3 instrumenta dhe me një vokal, që është mënyra më e mirë dhe mund dhe më e dashur për të paraqitur një këngë duke pasur parasysh edhe mesazhin e saj, se edhe mesazhet pastaj mesazhet e këngëve janë të jashtëzakonshme. Po, shikoj, nuk janë vetëm këto këngët kundër luftës, kështu për shembull kë mesazhet mëdha ka Johnny B. Good, ka Blowing in the Wind, pastaj është një ka për shembull Scorpionsat me Wind of Change. Po. Wind of Change. Ajo kënga nuk është një këngë, më duket si këngë e realizmit socialist ajo. Kujtove Scorpionsat, dhe ato s'këndohen dot poshtë. Dhe ato nuk këndojnë dot poshtë. Po. Domethënë Si ulim dot. si ul dot. Nota, si e bëm mohabet pak më parë. Po mund ta këndosh shpërzosh. Ore, mund ta këndosh në shtëpi. Ore, nën Z këndohen të gjitha këngët, nën Z. Po nuk shkojnë, po të këndojnë. Por shumë po të shkosh të shohësh Blowing in the Wind, Wind of Change. Ai nuk thot asnjë gjë, po vetëm se mesazhi i këngës është jashtëzakonisht i madh, sepse thot ne erdhëm. Ai ka thënë lideri i Scorpionsave kur shkon në Si e ka ky Kiske. Si e ka këmë nëse mos i merr se me emra tash i fillojnë ja në ka provokatë. Edhe i ngel hatri aty të thotë s'keni fa ju. Tash kur shkojnë në San Petersburg e dhan koncertin apo në Moskë. Në Moskë, ku e dhan koncertin parë? Në Moskë. Nuk e kam ide. Ne kur shkon në Bashkimin Sovjetik, ai doli përpara njerëzve. Scorpionsat janë grup gjerman. Dhe bëri një deklaracion, edhe tash që e kujtoj më ngjedhet mishi sepse është domethënë e ka të gjithë madhështinë brenda. Tha ne gjermanët është hera dytë që po vim këtu, tha. Herën e parë tha 40 vjet përpara kemi ardhur me tanke. Sot po vim me kitara. Mjafton ky mesazhi do nuk kene ky është no comment, është mesazh no comment. Nuk ka çfarë të komentosh më shumë. Dhe ai në këngë thotë që kjo era e ndryshimit është në ajër, thotë se edhe fëmijët në gjume po e ndjejnë, po rriten me erën e ndryshimit. Është mesazh shumë i madh. Sikur ai mesazh të kishte shkuar në destinacion, sot nuk do ishim në këto situata që jemi. Pra, madhështia e këtyre këngëve është pikërisht kjo. Ktu ka ndodhur një fenomen, për shembull duhet të flas po me që jemi ke mesazhi këngëve, që në vitin 1970 festivali 11 i këngës në radio televizion që është bërë tash është bërë tërkues nga gjithë çka ka ndodhur festivali si masmeje. Në festivali 11 nuk është se në festivali 11 kishte këngë moderne dhe apo veshje moderne, se këngë po kaq moderne kishte edhe festivali 10. Po të hyni të kërkoni festivali 9. Po këngë. Por në festivalin 10, në festivalin 11 ndodhi një gjë që unë se marr vesh pse nuk komentohet kjo punë ose për ata që merren me këto ska rëndësi. U vendos një përveç juri si themi ne, juri, nuk e me ne në kavaj themi zhuri, se e kemi me zhë. Artistike, u vendos dhe një zhuri e jashtme, që ishin studentët e universitetit, pra kishte 2 zhuri, si sot ndodhe rëndom që është njësje dhe pastaj televotimi. Ai televotimi është mashtrimi më i madh i mundshëm si masmeje. Pse nuk votojnë realisht? Urdhë? Nuk votojnë realisht? Edhe mund të votojnë.
Edhe mund. Pra, Po gjë me siguri nuk themi dot. Vera shpesh bëhet edhe nga rushi. Për shembull, po them. Tash kjo juria që ishin studentët e universitetit, kuptohet shija e rinisë, se këtu ndodhi, këtu është gjithë kjo, ky që besoj kam përshtypjen nuk se kënga që do fitonte ishte kishin zgjedhur këto artistikët, kishin zgjedhur Natë në Tirana, siç ishte një këngë Kafe Flora Bura Plota, një këngë këtij lloji. Në atë festival ishte edhe një këngë që e këndonte Tonin Tërshana, Pranvera. Po. E ke parasysh? Po. Pranvera. Në tekstin e Pranverës thuaj që një shok po më thoshte po vjen Pranvera, po unë dola pa shundër dhe pastaj e kuptova që erdhi Pranvera. Këtë këngën e votun rinia, universiteti, erdhi Pranvera. Mirë po, mos harrojmë që ishte periudha direkt mbas revolucionit kulturor Të 68-s. Në Francë në Summertime of Love. Po. Summertime edhe revolucioni seksual, po themi. Po. Dhe studentët votuan, edhe ajo kënga fitoi festivalin. Pa prit mas dikush i mençur. Në uteqe. U kujtua thaure, po një minutë për cilën Pranvera kam fjalën dhe ç'është kjo ky votuan për kë, po kitha që këndonte për kë Pranvera ka fjalën. Dhe pastaj i ran modernizmi, rinia, degenerimi, s'kishte lidhje degenerimi fare, ishte Pranvera, erdh Pranvera. Pranvera ishte shpresa. Pra këto janë këngët e Ishte mesazhi politik në thelb, jo degenerimi. Po, mesazhi politik në thelb. Unë mendoj që nuk është edhe aq harmonia ku di unë këngët, 7 nota janë, do re mi fa sol la si. I Muddy Waters ka thënë apo njëri nga këta ka thënë nota në vetvete nuk ka vlerë, vlerën e jep nota që vjen më mrapa. Ajo i jep vlerën kësaj që iku. Se ajo është o dorë, po kjo që vjen më ky kombinimi, pra ky mesazhi, kënga këtu e ka fuqinë sipas me mesazhi që vjen është ajo me çfarë lidhet, çfarë ku e vën ganshën për tu kap. Dhe ka ndodhur për shembull janë këngë të cilat janë bërë për shembull Respect e Rita Franklin u bë leitmotivi i revolucionit të grave, i liris grave në Amerikë. Kënga You Will Never Walk Alone është bërë kënga e tifozëve të Liverpoolit edhe të Genovas. Mi po ky është mesazh shumë i madh, You Will Never Walk Alone, s'ke për të ngel herë vetëm gjersa ne jemi këtu. Pra, ti gjen një shpresë, gjen një. Këto janë mesazhet. Jam munduar që në këtë emision pikërisht këto mesazhe të këtyre këngëve, të këtyre artistëve, ti përcjell dhe unë, ose siç është Folsom Prison Blues e Johnny Cash për shembull, ka një mesazh shumë të madh, ai është penduar, ai ka vrarë, ka hyrë në burg, dhe atje në burg një gjot trenin që ecën, që treni në këtë rast është personifikimi i lirisë, dhe mendon që mund të ishte edhe unë ky treni, po unë vrava burrën e huaj, kot po burrë, vrava tjetrin në burg dhe tash po vdes këtu. Vetëm për ta parë si vdiste. Vetëm për ta parë si vdiste. Një njeri. Domethënë është mesazh, po, fiks. Vetëm për të parë se si vdisën sytë e mi, ta shifja njeriu të vdek. Pra këto janë mesazhe, apo siç është kjo kënga e lulkuqeve, ç'është kjo që thotë dy ushtarët ballë për ballë njëri tjetrit Campo Papaveri Rossi e De Andres është kënga që thotë gjeta përpara atë, edhe ai si unë thoshte busjeqe kështu, po s'kishte vesh të njëjtën uniformë. Edhe e vrava, thoshte, ose unë po mendoja, thoshte, ta vras, po s'ta vras, ai s'patit njëjtën dashamirësia, i vrau, edhe i thot, nënë, su po iki tash dhe kamera dhe qarë Mile Papaveri Rossi, që po, pra iku, këto janë mesazhet që njeriu. Mesazhe shumë të forta, mesazhe universale. Universale që njeriu thotë, prit se vdekja nuk je ka shaka. Tani se është mbase për t'u sqaruar pse zgjidhni në këtë kohë këtë lloj emisioni. Mendoni më shumë për nevojën që sot shoqëria shqiptare ka për të dëgjuar lidhur me gjitha ato që mbase ne i përjetojmë çdo ditë, po i kalojmë kështu. Hajt mos e ndodhi edhe sot. Ne e para punës sepse kemi qejf të rim me njëri tjetrin, dhe të diskutojmë të njëjtat gjëra me njëri tjetrin, sepse mendoj dhe e them me plot gojë, ndoshta që kemi të njëjtat mendime, të njëjtën kënd. Bëjmë atë që na pëlqen. Të bëjmë atë që na pëlqen kënd. Domethënë njeriu. Besoj që keni të njëjtat mendime, se ndryshe do ishit kundërshtuar në një pikë apo në një tjetër sot. Shiko, njeriu unë hyke njerëzit me fat, në kuptimin e mirë të fjalës, se
kur në jetë nuk kam punuar, jo se s'kam punuar, po sepse kam bërë atë punë që më pëlqen. Dhe e kam bërë kur kam pasur qef, unë me gjithë dëshirën, po nuk më ka ra me punu sepse ka qenë pjesë e qefit. Do me thënë, të thush dashuria është punë, nuk e thu dot. Pavarësisht se ti e po dashuria është qef. Dashuria në kuptimin e të tjera. Në kuptim të keq, nuk besoj të keq. Por në këtë periudhë që po flas në përgjithësi, më merr ca radio çfarë të dush ti. Po. Panele çfarë të dush ti, televizor çfarë dush ti. Çfarë bëhet në këtë, çfarë transmeton, çfarë modeli po na sillet. Çfarë modeli po i sjellim njerëzve përpara, çfarë po i thon. Mirë, ju dilni këtu, se ju jeni pacip, dilni thoni merr lexo libra. Jeni çmen. Mirë, dilni këtu thoni merr shif filma, jeni çmen. Po rrjetet sociale o burr, ku i çoni rrjetet, e kupton, ne sot ju sillni një mesazh për lexuar libra, unë po sill një mesazh për të dëgjuar muzikë dhe për të kuptuar, ti sill një mesazh që shkoni shihni një film burr, kulturoni. Sepse po vim ke dita sot që për fat të keq, analfabetët dinë edhe të lexojnë. Ktu maro puna. Dinë lexojnë, dinë marrin në rrjetet, domethënë rrjetet sociale i kanë dhënë të drejtën çdo lloj hajvani në këtë botë pa as më të voglën qartë. Ti japi mendimin e vet, prit Allah kush je ti? Ç'e mendim? Në Kinë morët vesh çka ndodh? Po ndalohet flasësh për ndalohet kur si je ekspert. Hapi drejt, në fakt. Ka një problem, Ai po e bën për arsye politike atë. Ai ta bëj për çfarë do doj. E rëndësishme është në Kinë u vendos me ligj në rrjetet sociale këto influencer, quhen këto influencer është fjalë influenceri është lider i një mentaliteti. Është fjalë e madhe influencer që dalin dhe flasin për ju hoqi të drejtën në Kinë. Influenceri nuk mund të flasë për gjëra që nuk është kompetent. Që nuk ka studiuar, që nuk ka një. Po e di kush problemi këtu? Problemi është se do me folti për diçka që qëndron, s'flet dot. Pra digjet I njohim me të thatin në këtë rast. Shikoj, janë aq shumë të thatë sa digjen edhe ca të njohim. Ta pyes pak Enin, çfarë mendon për shembull, ose më saktë si ndihesh kur ti sheh një video që del në rrjetet sociale, se besoj nuk I ke shpëtuar këtij scrollit që ne bëjmë çdo herë, scroll siç do thonin kavaj mandi. Kur sheh dikë të flasë. Ishte kur bëni scroll? Ja. Më kujtohet që mos ja prestave do t'rregoj gjë të bukur për këtë. Kur sheh dikë që nuk ka formim në muzikë, të flas për muzikën. Po çfarë bëjmë heqat e video, si t'ja bëj tjetër? A nuk vjen pak inat? Po s'ka më punë inati, se këto personazhe janë bërë me shumicë tash, që dalin dhe flasin. S'kemë kujt I mbash inat përpara. Që heq ose thjesht nuk e shikoj. Unë nuk e dëgjoj fare. Tani na mbetet neve në dorë në këtë botë kaq diverse, të zgjedhim çfarë do shohim, çfarë do shohim, edhe kujt I besojmë apo jo. Duke ju referuar ca eksperiencave të kaluara, do më thënë, sot është quhesh njeri madh eloquent, në qoftë se del dhe thua atë që thoshte Hysén Akani, rrafmet pas edhe nderuar qoftë, që për t'ju shpjeguar ca njerëz që nuk ja shpjegonte dot për çfarë ne ishim aty, atëherë gjeti një formë për t'ia shpjeguar dhe I tha shiko, tha ne jemi grupi I fekundimit bilateral, thotë kemi ardhur për një inspektim kontemporan të gjithë kësaj zonës ne, vetë shokun dha ta hutun. Mirë po, kjo gjë nuk mund të ndodhi vazhdimisht dhe sot në 2025 që del një dhe thot sa fjalë, një kombinim fjalësh pa sens, që ti thu, ore fillon kërkon në përshpi, ore I ke pi ilaçet apo si vetë shef datën e skadencës se del gruaja huaj tash ti pa dash ti binje dhe del dhe thot mundësia për ta bërë këtë më mundur, kjo mundësi tash për të bërë pa mundur, kjo ne duhet bëjmë të pa mundur që kjo të bëhet e mundur. Edhe ti I thu, në kavaj themi mbaja dorën. What? Dhe vëdhe dorën ke veshi dhe I thu, what? Qa po thume? Tashi, kjo gjëja për mu duhet ndalohet me ligj. Ky fenomeni duhet ndalohet me ligj, siç e bën ata. Do thoshti se ka gabuar sepse. Po pse çfarë I bëni hoqën të drejtë në fjalës, çfarë ndërhyn ke liria njeriu. Nëse do ta bësh shkollë specializohu, merr një formim të caktuar edhe dil pastaj edhe jep më në internet. Shiko, e parë me sytë mi në një panel në një televizion që studeri me doktor tjetra ishte doktoresh, mjeke doktoresh e kishte thirrur për këshilla praktike.
kjo është pahequra si presja. Dhe një telefonuesi që i thoshte, kjo ishte mjeke për syta, për veshët, a diçka e tillë, ku jo nuk e di. Po parashikoj se çfarë mund të vijë. Jo, ai fliste për mushkrit. Dhe kjo i thotë, dëgjoj, thotë, për këtë thotë, shikoj, unë nuk t'i jap dot përgjigje me të drejtë, por për këtë thotë duhet shkosh të vizitohesh te një pneumonolog. Më lujti koka, se më dole shumë gërma brenda. Thash, mund ta kem një gjuka bim, kush e di lapsus. Nuk kalon 2 minuta dhe kjo ja përsërit. Thash pra, për këtë të duhet shkoni të vizitoni dhe të konsultoni me pneumonologun. Tash, një doktoresh që ka marrë mjekësinë, që ka marrë licencën, që është betuar dhe ka thënë unë jetën e tjetër për jetën e tjetrit të jap jetën time se kështu edhe Hipokratit dhe ka thënë këtë dhe këtë dhe këtë, del dhe më thua pneumonolog për mjekun pneumolog. Tash, Po mbase e kam me faktin që mjeku në vizitën e parë do t'i mbaj monolog atij pacientit. Ajo, nuk e di se ku e ka pas. Monolog me frym, pneuma, pneuma është frym nga greqishtja, kështu që mund të jetë edhe zanat i ri. Monologu i frymës. Përpara se ta mbyllim, unë dua të bëj edhe një pyetje të fundit Enit. Eni, nga pikpamja e realizimit të këngëve. Tani ti je artist i shumë i mirë dhe nuk besoj që ke ndonjë problem të natyrës teknike, por disa këngë mund të jenë ndoshta më të vështira për të realizuar për shkak të instrumentave. Nuk e di se nuk dua të hy. Po ne kemi për shtat, ti flet për emisionin që kemi. Për emisionin gjithmonë. Ne kemi për shtat akustik, sido që të jetë. I keni për shtat në version akustik. Okej. Për shtat Johnny Be Good, do patjetër duhet me vegla, po ne jemi mundu ta sjellim më shumë. Te Johnny B. Good janë gitarat elektrike, gitarat janë bas, bateria patjetër se është kulmi i rock and roll që kemi bë. Qartë. Mirë, ndryshe. Për të gjithë ju që po na ndiqni, mos harroni çdo të hënë orën 9 mëngjesit këtu në valët e Radio Sol, por edhe në YouTube vjen mesazhi i yjeve me Armand Xhulin, Einar Nelkun, Sokol Shehun edhe Bled Seikon. Tani do na bëjnë edhe neve një lexim. Fati i mirë është që jemi të 2 peshore, kështu që s'ka nevojë përveç se ascendenti mund ndryshojë deri diku. Po. Ju falenderojmë shumë që ishit në Kinotek, shumë kënaqësi. Shumë faleminderit edhe shikoj qefi më i madh është që do ritakohemi dhe do takohemi. Kur të ritakohemi, do ritakohemi shumë më shpesh për faktin që jemi të gjithë në një vend. Po. Radio Sol. Po shiko, pse është vu Sol? Ka lidhje me diellin apo ka lidhje me notën muzikore apo me të gjitha bashkë? Ka lidhje edhe me diellin, se është e verdh, ka lidhje edhe me Chelsea Sol që ja e ka aty mbras. Mesazhi, pra është edhe ky një mesazh. Është all inclusive, si do thonin kavaja, themi edhe një. Një gjë kështu bë për herë kjo? Apo kësaj radhe? Shumë faleminderit jena ftuat. Po prit, një sekond. Ç'a ishte? Tashi i sugjeruam gjitha muzikën e mirë, po na e sugjerove ti Eni, librat na i sugjeroi Viola, të sugjeroj dhe unë një film që ta kompletojmë. Që të kompletosh mesazhin. Të kompletoj mesazhin, po. Edhe modelin patjetër. Bravo. Për gjithë ju që nuk dini si të kaloni jo vetëm fundjavën, po duke nisur nga nesër, në Kinema Cineplex vjen Kazerma, një film, një prodhim shqiptar me regji të Gjosli Ramës dhe me një cast aktorësh shumë të mirë. Ju mund t'i njihni, disa të tjerët do t'i shihoni në kinema. Gert Fera, Gentian Zenela, Fioralba Ponari, Rudina Dembacaj, Ikli Zarka, Artemisa Kusi, Enisa Hysa, Arbër Aliaj dhe Turian Hysko. Po për çfarë flet Kazerma? Shkurtimisht, në një reality show, një film për një reality show të pamëshirshëm me temë ushtarake, një grup konkurrentësh, secili me plagët, ambicjet dhe sekretet e veta të fshehura, janë të mbyllur brenda kazermave në nënvështrimin e ftohtë të një ekipi prodhimi, pra të një produksioni që llogarit në mënyrë të pamëshirshme. Në qendër qëndron Fredi, një kampion i rënë i realitetit i ngarkuar nga borxhet, hallet, humbjet personale e të tjera, i cili kthehet duke shpresuar të rimarrë jetën dhe familjen e tij. Po çfarë do të ndodhë aty, ndiqeni. Nga nesër 20 nëntor në Kinema Cineplex vjen Kazerma me regji të Gjosli Ramës. Dhe tani për Mandin edhe për Enin, bileta dyshe për secilin. Një bilet dyshe. Janë me emra? Jo, janë pa emra. Mund të shkoni me këtë doni. Janë pa emra dhe pa datë. Pra me këtë doni dhe kur të doni. Vlen edhe për stadium, jo.
Jo, se por në pas stadium ka jo. shumë opsione kur të duhet si të. Faleminderit shumë kënaqësi edhe Aq një më tepër herë. që bëhet fjalë për Gjosli Ramën që si mas me është djalë me shumë talent që vjen nga një familje artistësh dhe shpresoj që ta ndjeki këtë rrugë deri në fund. Gjosli më pëlqen. Ti e njeh Gjoslin. Mishën e njeh. Po. Është djali i Mishës. Po. E përshëndesim Gjoslin. E përshëndesim Gjoslin. Mirë Kinotekës, ju përshëndesim edhe ju. Faleminderit që na ndoqët deri tani. Uroj të jeni kënaqur. Ta keni shijuar gjithë këtë bisedë të ditës së sotme. Ne do të shihemi si gjithmonë mërkurën e ardhshme në orën 17:00. Deri atëherë, përqaputje. Dhe kaloni sa më bukur. Kinotekën sot, drita në çdo skenë 120 minuta mendime që s'flen